Një biznesmen I pasur dhe I vetmuar përpiqet të përmbush premtimin e fundit që I bëri babait të tij, duke ecur mes njerëzve të zakonshëm. Por një gjest I heshtur I një nëne që vuan nga uria me fëmijët e saj thyen indiferencën e tij. Që nga ky takim I papritur, jeta e tij dhe e tyre nuk do të jetë më kurrë e njëjtë. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni ndonjëherë në jetën tuaj. Kapitulli 1. Qyteti I Tiranës zgjohej në një qiell të përhim atë mëngjes të enjteje, me trafikun tashmë të dendur në bulevardin dëshmorët e kombit dhe lëvizjen e zakonshme të njerëzve që vraponin drejt angazhimeve të tyre. Mes pallateve hierënda të lagjes së bllokut, një vilë trekatësh e spikaste për arkitekturën e saj klasike dhe kopshtet e mirëmbajtura. Aty jetonte Arben Kastrati, një burr 38 vjeç që kishte trashëguar një nga perandoritë më të mëdha të pasurive të paluajtshme në kryeqytet. Arbeni u zgjua atë mëngjes me të njëjtën ndjenjë zbrazëtie që e shoqëronte prej muajsh. Krevati dopjo I dukej edhe më I madh kur ngrihej I vetëm dhe heshtja e shtëpisë kumbonte nëpër korridoret e gjera prej mermeri si një kujtesë e vazhdueshme e vetmisë së tij. Ai u drejtua për në banjë, pa veten në pasqyrë dhe vuri re një burr të veshur mirë, me mjekër të rruar dhe flokë të krejur në perfeksion, por sytë e të cilit mbanin një trishtim të thellë që asnjë kostum italian nuk mund ta fshite. Kishin kaluar 6 muaj që kurjati, Genc Kastrati, ishte ndarë nga jeta pas një betejë të gjatë me një sëmundje që ja konsumoi forcat pak e nga pak. Genci kishte qenë një njeri I rrept, I përkushtuar ndaj biznesit, I cili e kishte ndërtuar perandorinë e pasurive të paluajtshme tull pas tulle, kontrat pas kontrate. Arbeni ishte rritur nën hijen e atij giganti, duke mësuar që në moshë të vogël se ndjenjat ishin një luks që biznesmenët nuk mund t'ia lejonin vetes. Dhe kështu ai ishte bërë një kopje e përsosur e të atit, I ftohtë, llogaritës, efikas. Derisa Genci nuk ishte më aty. Megjithatë, në ditët e fundit të jetës, diçka kishte ndryshuar te Kastrati plak. I shtrirë në atë krevat spitali, me tuba dhe aparate që monitoronin çdo rrahje të dobët të zemrës së tij, Genci I kishte kërkuar të birit të afrohej. Arbeni e mbante mend në mënyrë perfekte atë moment, dorën e brishtë të atit që e mbante të tijen me një forcë befasuese, sytë që dikur ishin të ashpër, tani shkëlqenin nga lotët e përmbajtur. Biri im, kishte thënë Genci me zë të ngjirur, ndërtova një perandori, por humba jetën. Ti ke gjithçka që të lash, por mos bëj të njëjtin gabim si unë. Dil nga kjo kulla jote e fildisht. Shko nëpër rrugë, nëpër parqe, shiko si jetojnë njerëzit. Më premto se do ta bësh këtë. Më premto se nuk do të jetosh siç jetova unë, I izoluar, I vetëm, pa e kuptuar botën e vërtetë. Arbeni I kishte premtuar. Në atë çast do të kishte premtuar gjithçka për t'i sjell pak paqe njeriut që po I jepte lamtumirën. Dhe tani, muaj më vonë, ai ende përpiqej ta përmbushte atë premtim, edhe pse nuk e kuptonte plotësisht se çfarë donte të thoshte I atij me ato fjalë. Çdo mëngjes, pasi rishikonte raportet financiare dhe firmoste dokumentet që sekretarja e tij I linte të organizuara mbi tavolinën e zyrës, Arbeni dilte nga shtëpia dhe ecte deri te Parkurinia në qendër të Tiranës. Nuk ishte një vend ku njerëzit e pozitës së tij shoqërore shkonin zakonisht. Parku ishte një pikë takimi për punëtorët në orarin e drekës, shitësit ambulant, artistët e rrugës, familjet që nuk kishin mundësi të frekuentonin qendrat tregtare dhe parqet me pagesë. Në fillim, Arbeni ndihej krejtësisht I huaj. Veshjet e tij ishin tepër të shtrenjta, këpucët kushtonin më shumë se rroga mujore e shumë prej atyre që ishin aty. Njerëzit e shikonin me dyshim ose kureshtje, dhe ai nuk dinte si të sillej, si të qëndronte në atë univers kaq të largët nga I tij. Por me kalimin e javëve, mësoi të vëzhgonte. Ulej në një nga stolat prej drurit të konsumuar nga koha dhe thjesht shikonte jetën që zhvillohej rreth tij. Shite nëna me fëmijë të vegjël që vraponin mes pollumbave, burra që shisnin akullore në karroca shumë ngjyrëshe, çifte të dashuruarish që ndanin ushqime të thjeshta në stola nën hijen e pemëve. Shite gjithashtu realitetin e ashpër të pabarazisë. Njerëz që flinin mbi karton nën strehet e ndërtesave, fëmijë që lypnin monedha kalimtarëve, të moshuar që rëmonin nëpër kosha plehrash në kërkim të materialeve të riciklueshme. E gjithë kjo ekzistonte vetëm pak kilometra larg vilës së tij, por ishte sikur të ishin dy botë krejtësisht të ndara. Pikërisht atë të enjte, Arbeni mbërriti në park rreth orës 10 të mëngjesit.
Dielli më në fund po fillonte të çante rreth e hirta dhe temperatura po rritej me shpejtësi. Ai bleu një kafe nga një shitës ambulant, diçka që nuk do ta kishte bërë kur muaj më parë, dhe u ul në stolin e tij të zakonshëm, pranë një shatërvani që nuk funksiononte më. Ishte atëherë që sytë e tij u fiksuan në një skenë në anën tjetër të parkut. Pranë një kioske gazetash të mbyllur, një grua ishte ulur në tokë me 2 fëmijë pranë saj. Ajo duhet të ishte rreth të 30-tave, me flokë gështenjë të lidhur bisht, rroba të pastra por dukshëm të vjetruara nga koha dhe përdorimi. Fëmijët, një djalë që dukej rreth 8 vjeç dhe një vajzë afërsisht 5 vjeçe, ishin ulur të qetë, me atë qetësi që nuk është e natyrshme te fëmijët e shëndetshëm, por që vjen nga mungesa e energjisë, nga uria e zgjatur. Arbeni pa kur gruaja hapi një kuti të vogël plastike ushqimi. Brenda kishte oriz, fasule dhe një copë të vogël pule. Nuk mjaftonte as për një person, e lëre më për 3. Me gjeste të kujdesshme, ajo e ndau ushqimin në 3 porcione të pabarabarta. Më të mëdhat ishin për fëmijët, të servirura në pjata plastike që i nxori nga një çantë e vjetër. Për vete, mbajti më pak se gjysmën e asaj që i dha secilit fëmijë. Diçka ju shtrëngua në gjoks Arbenin. Ai kur më parë nuk i kishte kushtuar vëmendje këtij lloji skene. E dinte që varfëria ekzistonte, sigurisht, por ishte gjithmonë diçka abstrakte, shifra në raporte, statistika në lajme. Të shije atë gjë të ndodhte para syve të tij, të shije nënën t'u jepte gjithë ushqimin fëmijëve, ndërsa ajo vetë mbetej pothuajse pa asgjë, ishte krejtësisht ndryshe. Fëmijët hëngrën ngadalë, duke përtypur çdo kafshat, sikur ta dinin se ai mund të ishte vakti i vetëm i ditës. Gruaja as që e preku menjëherë porcionin e saj. Qëndroi duke vëzhguar fëmijët me një shikim që përziente dashurinë e pakushtëzuar dhe një trishtim kaq të thellë, saqë Arbenit ju duk sikur mund të shihte gjithë dhimbjen e asaj nëne vetëm në atë vështrim. Kur djali mbaroi porcionin e tij, pa kutinë e nënës me atë uri që ende nuk ishte shuar. Gruaja e vuri re dhe, pa hezituar, i ofroi gjysmën e asaj që kishte në pjatë të birit. Djali deshi të refuzonte, Arbeni e pa këtë nga lëvizja e kokës, por uria foli më fort. Ai e pranoi dhe nëna mbeti me një sasi ushqimi edhe më të vogël. Ishte atëherë që Arbeni e vuri re. Gruaja dridhej. Nuk ishte nga i ftohti, sepse dita ishte e ngrohtë. Ishte dobësi. Ajo ishte tepër e dobët, ndoshta prej ditësh pa ngrënë siç duhet. Megjithatë, mbante qëndrimin drejt, dinjitetin të paprekur, një buzëqeshje të sforcuar në buzë ndërsa fliste me zë të ulët me fëmijët, ndoshta duke u treguar ndonjë histori për t'i shpërqendruar nga realiteti i egër që jetonin. Arbeni u ngrit nga stoli, i shtyr nga një impuls që nuk dinte ta emërtonte. Bëri disa hapa në drejtim të tyre, por ndaloi. Çfarë do të bënte? Të shkonte atje dhe t'u ofronte para? Kjo mund ta fyente gruan, ta bënte të ndihej e poshtëruar. Ai nuk dinte si të vepronte, nuk kishte përvojë me këtë lloj situate. Njerëzit e rrethit të tij shoqëror thjesht nuk merreshin me këto gjëra drejt për drejt. Qëndroi aty në një distancë të sigurt, duke vëzhguar. Vajza mbaroi së ngrëni dhe u struk në prehrin e nënës. Gruaja e përqafoi me butësi, duke i puthur majën e kokës fëmijës, ndërsa djali i vendosi pjatat përsëri në çantë. Gjithçka në atë familje, pavarësisht rrethanave të tmerrshme, kishte një ajër kujdesi, dashurie, dinjiteti të ruajtur kundër të gjitha gjasave. Arbeni u kthye në stolin e tij, por nuk mund t'i hiqte syt nga ajo skenë. Qëndroi aty për më shumë se një orë, duke parë gruan dhe fëmijët thjesht të ekzistonin. Në një moment të caktuar, djali u përpoq ta bënte motrën të qeshte, duke bërë shprehje qesharake fytyre. Vajza lëshoi një të qeshur të dobët dhe ai tingull, edhe nga larg, arriti në veshët e Arbenit si diçka e çmuar. Si mundeshin ata fëmijë ende të qeshnin mes kaq shumë vuajtjesh? Dielli ishte më i fortë tani dhe Arbeni vuri re se gruaja filloi të dukej edhe më e këputur. Ajo mbylli syt për një moment, duke marrë frymë thellë, qartësisht duke luftuar kundër marramendjes që i shkaktonte dobësia. Fëmijët e vunë re dhe djali i kapi dorën nënës, duke i thënë diçka që Arbeni nuk mundi ta dëgjonte nga distanca ku ishte. Ishte atëherë kur ndodhi. Vajza, e cila ishte ulur pranë nënës, pa pritur u zbe. Sytë e saj të vegjël u përdrodhen dhe ajo filloi të binte anash. Nëna bërtiti, duke u përpjekur ta mbante, por ajo vetë ishte tepër e dobët. Djali u kap nga paniku, duke thirrur motrën, duke shkundur trupin e vogël që ishte alivanosur. Arbeni nuk mendoi. Thjesht vrapoi.
Brenda pak sekondash ishte pranë tyre, I gjunjëzuar në tokën e ashpër të parkut. Vajza ishte pa ndjenja, duke marrë frym dobët. Nëna, në dëshpërim, përpiqej ta zgjonte, lotët I rridhnin nëpër fytyrë ndërsa përsëriste emrin e së bijës. Marina, Marina, zgjohu bija ime, të lutem. Arbeni I vuri dorën në puls vajzës. Rrahjet ishin aty, por të dobëta. Ajo ishte qartësisht e kequshyer, trupi I saj tepër I lehtë për një fëmijë 5 vjeç. Ai pa nënën dhe foli me zërin më të qetë që mundi, megjithse zemra I rrite me shpejtësi. Zonjë, duhet ta çojmë vajzën tuaj në spital tani. Unë kam një makinë këtu afër. Mund t'ju çoj unë. Gruaja e pa me sy të zgurdulluar, e hutuar, e friksuar, por edhe e dëshpëruar. Ajo nuk kishte zgjidhje. Tundi kokën në shenjë pohimi, e pa aftë të fliste. Arbeni e mori vajzën në krah me kujdes, I befasuar se sa e lehtë ishte, dhe filloi të ecte me shpejtësi drejt parkingut ku kishte lënë makinën. Gruaja dhe djali e ndoqën, duke vrapuar për të mbajtur hapat e tij të mëdhenj. Mercedesi I zi ishte 2 bloqe më tutje. Arbeni hapi derën e pasme dhe e vendosi vajzën në sedilje me delikatesë. Nëna hyri pranë së bijës, duke I mbajtur dorën e vogël dhe duke qarë me zë të ulët. Djali hyri gjithashtu, duke u ngjeshur në hapësirën e mbetur. Arbeni ul në vendin e shoferit, ndezi makinën dhe u nis me shpejtësi nëpër rrugët e Tiranës. Ai njihte një spital privat të shkëlqyer rreth 15 minuta larg, Spitalin Amerikan. I dha makinës me shkaftësi, por pa kujdesi, duke shmangur trafikun e dendur ndërsa mbante një sy të pasqyra për të parë se si ishte vajza. Ajo vazhdonte pa ndjenja dhe nëna vazhdonte të qante, duke përshpëritur lutje me zë të ulët. Djali, I ulur pranë nënës, e shikonte Arbenin me një përzierje frike dhe shprese. Arbeni u përpoq t'i buzëqeshte për ta qetësuar, por zemra e tij ishte tepër e shtrënguar që buzëqeshja të ishte bindëse. Si e ke emrin? Pyeti Arbeni, duke u përpjekur të mbante një farë bisede për të qetësuar situatën. Pjetër, u përgjigj djali me zë të dridhur. Dhe motra ime është Marina. Nëna ime është Juliana. Arbeni tundi kokën. Gjithçka do të shkojë mirë, Pjetër. Gati arritëm në spital. Ata mbërritën në Spitalin Amerikan në kohë rekord. Arbeni e ndaloi makinën në hyrje të urgjencës, doli me shpejtësi dhe e mori Marinën përsëri në krah. Një ekip infermierësh dhe mjekësh ishin tashmë te dera, të alarmuar nga ekipi I sigurisë që kishte parë makinën të afrohej me shpejtësi të madhe. Kequshyrje e rëndë, një fëmijë 5 vjeç, I ra të fikët rreth 15 minuta më parë, I tha Arbeni mjekut që u afrua. Ekipi veproi me efikasitet mbresëlënës. E vendosën Marinën në një barel, I kontrolluan shenjat jetësore dhe e çuan me shpejtësi brenda. Juliana u përpoq t'i ndiqte, por këmbët I dështuan. Arbeni e mbajti para se të binte. Edhe ju keni nevojë për ndihmë mjekësore, tha ai me vendosmëri. Pjetër, më kap dorën. Djali u bind dhe Arbeni ju udhëhoqi brenda spitalit. Në recepcion, një punonjëse filloi të bënte pyetje për sigurimin shëndetësor, dokumentet, autorizimet. Arbeni thjesht nxori portofolin dhe vendosi kartën e tij të kreditit Platini mbi banar. Bëjini të gjitha ekzaminimet e nevojshme për të 3 personat. Shtrojini nëse është e nevojshme. Të gjitha shpenzimet janë për llogarinë time. Këtu është dokumenti im I identifikimit. Punonjësja pa kartën, dokumentin e Arbenit, njohu mbiemrin Kastrati dhe menjëherë ndryshoi qëndrim. Sigurisht zoti Kastrati. Do të organizoj gjithçka menjëherë. Juliana u dërgua në një dhomë ekzaminimi, ashtu si edhe Pietri. Arbeni mbeti në dhomën e pritjes, duke ecur sa andej këtej, me duart në xhepa, kravatën e liruar. Ai nuk e kuptonte plotësisht pse po e bënte këtë. Nuk I njihte ata njerëz. Mund të kishte thirrur thjesht një ambulancë dhe të ishte larguar. Por diçka në atë skenë në park e kishte prekur në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Ndoshta ishin fjalët e të atit që I kumbonin në mendje. Dil nga kjo kulla jote e fildish. Shiko si jetojnë njerëzit. Ose ndoshta ishte diçka më e thellë, një lidhje njerëzore që e kishte humbur kaq kohë më parë saqë as nuk e mbante mend kur ishte hera e fundit që kishte ndjerë diçka të vërtet për dikë që nuk ishte I lidhur me gjak apo biznes. Kaluan 2 orë. Arbeni piu 3 kafe nga makineria automatike e spitalit, të gjitha të tmerrshme, por I duhej diçka për të zënë duar.
Më në fund, një mjeke ju afrua. Ishte një grua në moshë të mesme, me bluzë të bardhë të paqortueshme dhe shprehje serioze. Zoti Kastrati? Unë jam doktoresha Kovaci, përgjegjëse për trajtimin e familjes. Mund të flas me ju? Arbeni u ngrit me njëherë. Po, si janë ata? Mjekja pëshertiu. Vajza, Marina, është stabilizuar. Ishte vërtet kequshqyrje e rëndë, e kombinuar me dehidratim. I kemi vënë serum, po i japim glukozë dhe lëndë ushqyese nëpërmjet venës. Ajo do të duhet të qëndrojë e shtruar për të paktën 3 ditë për të rimarrë forcat. Nëna, Juliana, është gjithashtu në një gjendje kequshqyrjeje, megjithse jo aq e rëndë sa e bija. Djali, Pietri, është në gjendje më të mirë, por gjithashtu tregon shenja të ushqyerjes së papërshtatshme për një kohë të gjallë. Arbeni ndjeu një peshë në gjoks. Cili është parashikimi? Me trajtimin e duhur, të gjithë do të shërohen plotësisht. Por zoti Kastrati, duhet t'ju them diçka. Kemi folur me zonjën Juliana. Ajo më tregoi situatën e saj. Është një situatë delikate. Arbeni bëri një gest që ajo të vazhdonte. Ajo e ka humbur punën 6 muaj më parë kur ju desh të mungonte vazhdimisht për t'u kujdesur për Marinën, e cila ishte me një infeksion të rëndë respirator. Pa rrogë, nuk arriti të paguante qiran e apartamentit të vogël ku jetonin. Pronari i nxori jashtë rreth 2 muaj më parë. Babai i fëmijëve i braktisi më shumë se një vit më parë, nuk paguan pension ushqimor dhe ajo nuk e di se ku është. Që atëherë, ajo dhe fëmijët jetojnë në rrugë, ose më saktë, në përparqe, duke u përpjekur të mbijetojnë me ato pak gjëra që arrin të sigurojnë. Ajo bënte punë të vogla kur ishte e mundur, por me 2 fëmijë të vegjël është shumë e vështirë të gjesh punë. Vakti i fundit i mirëfillt që kanë pasur ishte 3 ditë më parë, kur një kishë shpërndau ushqim në park. Arbeni qëndroi në heshtje duke përpunuar ato informacione. Ai e dinte që varfëria ekzistonte, por të dëgjonte detajet specifike të jetës së asaj gruaje ishte ndryshe. Çdo fjalë e mjekes dukej si një grusht në stomak. Ajo nuk mund të kthehet në rrugë në këto kushte, tha Arbeni më në fund. As ajo, as fëmijët. Ata kanë nevojë për një vend të sigurt, ushqim të përshtatshëm, kohë për t'u rikuperuar. Mjekja pohoi me kokë. Zoti Kastrati, ajo që po bëni për ta është tashmë e jashtëzakonshme. Por po, idealisht ata do të kishin nevojë për disa muaj kujdes të vazhdueshëm. Ka strehimore publike, por janë të mbipopulluara dhe kushtet jo gjithmonë janë më të mira. Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. Një ide po i formohej në mendje, një ide që muaj më parë do ta kishte konsideruar krejtësisht absurde. Por tani, aty në atë korridor spitali, pasi kishte parë me sytë e tij realitetin e asaj familjeje, pasi kishte mbajtur atë vajzë të vogël tepër të lehtë në krah, diçka brenda tij kishte ndryshuar. Doktoresh, kur zonja Juliana të mund të pres vizita, do të doja të flisja me të. Mjekja u duke befasuar, por pranoi. Ajo është zgjuar tani, vetëm e dobët. Mund të pres një vizitë të shkurtër nëse dëshironi. Arbeni ndoqi mjeken nëpër korridoret e spitalit deri në një dhomë private në katin e 3. Trokitën në derë dhe hyn. Juliana ishte shtrirë në krevat me një serum të lidhur në krah. Fytyra e saj ishte më e kuqërem tani, por sytë ende tregonin lodhjen e muajve të jetuar në rrugë. Pietri ishte ulur në një karrige pranë nënës dhe përmes derës gjysmë të hapur të banjës, Arbeni mund të shihte një infermiere që kujdesej për Marinën në një krevat tjetër. Juliana e pa Arbenin dhe sytë e saj menjëherë u mbushën me lodhë. U përpoq të ngrihej, por ai bëri një gjest që të qëndronte shtrirë. Ju lutem, mos u ngrini. Si po ndiheni? Unë nuk di si t'ju falenderoj, filloi ajo me zë të mbytur. Ju shpëtuat vajzën time. Shpëtuat fëmijët e mi. Do të gjej një mënyrë t'ju shpaguaj gjithë këtë, ju premtoj. Edhe nëse duen vite, do t'ju paguaj çdo lek. Arbeni tërhoqi një karrige dhe ul pranë krevatit, duke mbajtur një distancë respekti. Zonja Juliana, nuk keni nevojë të më falenderoni dhe aq më pak të mendoni për pagesë tani. E rëndësishme është që ju të jeni mirë. Por unë nuk mund ta pranoj thjesht gjithë këtë, protestoi ajo. Ju as nuk më njihni. Pse po e bëni këtë? Arbeni qëndroi në heshtje për një moment duke menduar për përgjigjen. Pse po e bënte vërtet këtë? I bëra një premtim babait tim para se të ndëronte jetë, tha më në fund, duke zgjedhur fjalët me kujdes.
Ai më kërkoi të dilja nga flluska ime, të shija botën e vërtet, të lidhesha me njerëzit. Sot, në park, ju pash juve. Pash se si kujdeseshit për fëmijët tuaj me kaq shumë dashuri, edhe pse kishit kaq pak. Pash dinjitetin që ruani pavarësisht gjithçkaje. Dhe kur Marinës i ra të fikët, nuk munda thjesht të largohesha. Nuk di ta shpjegoj mirë, por ndjeva se ishte ajo që duhej të bëja. Juliana fshiu lotët me kurrizin e dorës. Megjithatë, zotëri, kjo është më shumë se çdo të bënte kushto. Ju jeni një engjëll që Zoti e vendosi në rrugën tonë. Arbeni tundi kokën, i sikletosur nga ai lloj komplimenti. Nuk jam engjëll, as pak. Por kam një propozim për t'ju bërë, nëse ma lejoni. Juliana e pa me kureshtje të përzier me shqetësim. Një propozim? Po. Mjekja më tregoi për situatën tuaj. E di që jeni pas tre, që keni nevojë për kohë për të rikuperuar dhe për të riorganizuar jetën. Unë kam një shtëpi të madhe, shumë të madhe në fakt, shumë e madhe për një person të vetëm. Ka disa dhoma gjumi bosh, kuzhinë të pajisur, hapësirë me bollë. Do të doja t'ju ofroja një dhomë për ju dhe fëmijët tuaj. Përkohësisht, sigurisht, derisa të arrini të ngriheni në këmbët tuaja. Do të ishte thjesht një vend i sigurt për të qëndruar, për të ushqyer siç duhet, që fëmijët të pushojnë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Juliana e shikonte me sy të zgurdulluar, qartësisht pa besuar atë që po dëgjonte. Pietri, që dëgjonte gjithçka, gjithashtu kishte mbetur gojë hapur. Zotëri, ju po më ofroni një vend për të jetuar? Në shtëpinë tuaj? Juliana dukej se nuk mund ta përpunonte atë informacion. Por ju nuk më njihni. Unë jam një e huaj. Si mund të besoni kështu? Shikoni, e di që duket e çuditshme, pranoi Arbeni. Dhe e kuptoj plotësisht nëse refuzoni. Por e vërteta është se shtëpia ime ka qenë bosh prej muajsh. Që kur babai im u nda nga jeta, jam vetëm unë atje, me një pastruese që vjen 2 herë në javë për të pastruar dhomat që as nuk i përdor. Nuk po kërkoj asgjë në këmbim. Ju nuk keni nevojë të punoni për mua apo diçka të tillë. Është thjesht një ndihmë e përkohshme derisa të arrini të ngriheni në këmbët tuaja. Juliana pa të birin, i cili e shikonte me shpresë në sy. Pastaj pa derën e banjës, nga ku vinin tingujt e butë të infermieres që kujdesej për Marinën. Arbeni mund të shihte konfliktin që ndodhte brenda saj, krenarin që luftonte kundër nevojës, dyshimin që luftonte kundër dëshpërimit. Më në fund, ajo foli me zë të ulët. Nëse pranoj, do të ishte vetëm derisa të gjej një punë dhe të mbledh para për të marrë një vend me qira. Nuk dua të abuzoj me mirësinë tuaj. Dhe do të ndihmoj me çfarë të mundem në shtëpi, të gatuaj, të pastroj, çdo gjë. Arbeni tundi kokën. U morëm vesh. Por së pari ju duhet të shëroheni plotësisht. Mjekja tha se Marina duhet të qëndrojë e shtruar për 3 ditë. Kur të dilni nga spitali, mund të shkojmë në shtëpi dhe të shohim se si funksionojnë gjërat. Nëse nuk ndiheni rehat, pa problem, mund të kërkojmë alternativa të tjera. Juliana pranoi, lotët duke i rrjedhur përsëri. Shumë faleminderit zotëri. Shumë faleminderit vërtet. Ju as nuk e dini se sa shumë do të thotë kjo për ne. Arbeni u ngrit, pa pritur i sikletosur nga gjithë ai emocion. Do t'ja lë numrin tim të telefonit infermieres. Për çdo gjë që keni nevojë, mund të më telefononi. Do të kthehem nesër për të parë se si jeni. Ai doli nga dhoma duke ndjerë një përzierje të çuditshme emocionesh. Sapo kishte ftuar një familje të huajsh të jetonte në shtëpinë e tij. Kjo ishte çmenduri. Avokatët e tij do të tmerroheshin. Kolegët e tij biznesmen do të thoshin se po tregohej naiv. Por në të njëjtën kohë, për herë të parë në muaj, Arbeni ndjeu se kishte bërë diçka domethënëse, diçka që shkonte përtej firmosjes së kontratave dhe grumbullimit të më shumë zerove në llogarinë bankare. Rrugës për në shtëpi, duke i dhënë makinës nëpër rrugët e Tiranës, ndërsa dielli fillonte të perëndonte, Arbeni mendoi për të atin. A ishte kjo ajo që doje të thoje baba? A ishte kjo ajo që po përpiqeshe të më mësoje? Nuk kishte përgjigje, vetëm zhurma e trafikut dhe dritat e qytetit që filluan të ndizeshin një nga një në errësirën që po shtohej. Arbeni e parkoi makinën në garazhin e vilës së tij dhe hyri në shtëpinë e heshtur. U ngjit në katin e dytë dhe hapi derën e një prej dhomave të miqve që nuk ishin përdorur prej vitesh.
Ishte një dhomë e bollshme, me një krevat doppio, një krevat tek të mbështetur në murin përballë, një dollap të vjetër prej druri fisnik dhe një dritare të madhe që shikonte nga kopshti. Ai qëndroi aty në mes të dhomës bosh, duke imagjinuar se si do të ishte ta kishte atë shtëpi plot jetë përsëri. Zëra fëmijësh, hapa të nxituar nëpër korridore, aroma e ushqimit që përgatitej në kuzhinë. Kur ishte hera e fundit që kjo shtëpi kishte pasur jetë? Kur ishte hera e fundit që ai vetë ishte ndjer i gjallë? Arbeni nuk e dinte nëse po bënte gjën e duhur, por e dinte se nuk mund të kthehej pas tani. Diçka kishte ndryshuar brenda tij atë ditë në park. Një derë që kishte qenë e mbyllur prej vitesh ishte hapur, qoftë edhe vetëm një e qarë. Dhe për herë të parë që nga largimi i teatrit, Arben Kastrati ndjeu diçka përtej zbrazëtisë. Ndjeu një qëllim. Kapitulli 2. 3 ditët në vijim kaluan në një rutinë që Arbeni nuk e kishte provuar kur më parë. Çdo mëngjes, pasi rishikonte shpejt raportet më urgjente të kompanisë, ai shkonte me makinë në spitalin amerikan për të vizituar Julianën dhe fëmijët. U çonte fruta të freskëta, lëngje natyrale, disa revista dhe libra për fëmijë që i bleu në një librari rrugës. Nuk e dinte saktësisht se çfarë do të donte të lexonte një fëmijë 5 vjeç, kështu që i kërkoi ndihmë shitses, e cila zgjodhi histori me ngjyra, me ilustrime të mëdha dhe shkronja në madhësinë e duhur për fillestarët. Marina ishte zgjuar një ditë pas alivanosjes, ende e brishtë, por e ndërgjegjshme. Kur Arbeni hyri në dhomë në atë vizitë të dytë, ajo ishte shtrirë në krevat me kokën të mbështetur në jastëk të bardhë, duke mbajtur një arush pelushi që ndonjë infermiere e mirë ja kishte sjellë. Sytë e saj të vegjël ngjyrë gështenje e ndoqën me kureshtje kur ai u afrua. "Përshëndetje Marina," tha Arbeni butësisht, duke u ulur në karrigen pranë krevatit. "Si po ndihesh sot?" Vajza pa nënën, sikur të kërkonte leje për të folur. Juliana, e ulur në anën tjetër të krevatit, tundi kokën duke e inkurajuar të bien. "Më mirë," u përgjigj Marina me një zë të hollë dhe të ndrojtur. "Të gjitha motrat këtu janë shumë të mira." Më dhan një arush. Arbeni buzëqeshi. "Ai është shumë i bukur vërtet." "Si e ka emrin?" "Nuk e di akoma." "Po mendohem." "Po kafe?" sugjeroi Arbeni pa u menduar shumë. "Sepse është ngjyrë kafe si kafja." Marina lëshoi një të qeshur të lehtë, tingulli i parë i vërtet i gëzimit që Arbeni dëgjonte prej saj. "Kafe? Çfarë emri qesharak për një arush?" "Po, por i shkon, apo jo?" Marina pa arushin, duke e konsideruar seriozisht. "Në rregull. Do të quhet kafe atëherë." Pietri ishte ulur në një koltuk në cep të dhomës, duke shfletuar një revistë makinash që Arbeni ja kishte sjellë një ditë më parë. Djali duke i më i rezervuar se e motra, duke e vëzhguar biznesmenin me një përzierje mirënjohjeje dhe dyshimi. Arbeni e kuptonte. Ai djalë ndoshta kishte mësuar që në moshë të vogël të ishte mbrojtës ndaj nënës dhe motrës, të dyshonte të huajt, veçanërisht të burrat e panjohur që shfaqeshin nga hiçi duke ofruar ndihmë. "Ju solla disa libra," tha Arbeni, duke nxjerrë pakot nga çanta. "Për ty Marina, histori me princesha dhe kafshë. Dhe për ty Pjetër, gjeta një libër për shpikjet dhe si funksionojnë gjërat. Mendova se mund të pëlqente." Pietri u ngrit dhe e mori librin me kujdes, sikur të ishte diçka e çmuar. "Vërtet? Mund ta mbaj?" "Sigurisht. Është i yti." Djali e hapi librin në faqen e parë, syt i ndriçuan kur pa diagramet se si fluturojnë avionet dhe si funksionojnë motorët. "Faleminderit zoti Kastrati. Është shumë i bukur. Mund të më thërrasësh thjesht Arben." Juliana ishte rikuperuar shumë më shpejt se Marina. Keqëshyrja e saj ishte e rëndë, por nuk kishte arritur në pikën kritike si te e bija. Ajo tashmë mund të ecte nëpër dhomë, të bënte dush vetë dhe fytyra e saj po merrte përsëri ngjyrë. Por Arbeni vinte re se ajo mbante një peshë tjetër. Nuk ishte vetëm fizike. Ishte turpi që kishte arritur në atë pikë, faji që nuk kishte arritur t'i mbronte më mirë fëmijët, frika nga e ardhmja e pasigurt. Në një nga pasditet, ndërsa fëmijët flinin pas drekës, Arbeni dhe Juliana biseduan në balkonin e vogël të dhomës. Dielli hynte përmes dritareve duke krijuar modele drite në dy sheme dhe zhurma e qytetit vinte e mbytur, e largët. "Zoti Arben," filloi Juliana me hezitim, "duhet ta di. Pse po i bëni të gjitha këto?" "Me të vërtetë. Nuk e kuptoj."
Njerëzit si ju zakonisht as nuk i shikojnë njerëzit si unë në rrugë. Dhe papritur ju shfaqeni, paguani spitalin, ofroni shtëpinë tuaj. Duhet të ketë një arsye. Arbeni qëndroi në heshtje për një moment duke parë qytetin poshtë përmes dritares. Si të shpjegonte diçka që as ai vetë nuk e kuptonte plotësisht. Babai im u nda nga jeta 6 muaj më parë, filloi ai ngadalë. Ai ndërtoi një perandori nga e para, punoi gjithë jetën, sakrifikoi gjithçka për biznesin. Përfshir jetën e tij, lumturinë e tij. Kur ishte në spital në ditët e fundit, ai më bëri të premtoja se nuk do të jetoja siç jetoi ai. Se do të dilja nga kulla ime e fildish, se do të njihja botën e vërtet, njerëzit e vërtet. I premtova, por nuk kisha ide se si ta përmbushja këtë. Kështu që fillova të ecja nëpër parkun Rinia çdo mëngjes, vetëm duke vëzhguar, duke u përpjekur të kuptoja. Ai bëri një pauzë, duke kërkuar fjalët e duhura. Dhe pastaj ju pash juve. Pash se si kujdeseshit për fëmijët tuaj me kaq shumë dashuri, edhe pse kishit kaq pak. Pash mënyrën se si e ndanit atë ushqim, duke mbetur pothuajse pa asgjë që ata të mund të hanin. Dhe kur Marinës i ra të fikët, diçka brenda meje thjesht reagoi. Nuk mendova, vetëm veprova. Dhe tani, duke biseduar me ju, duke dëgjuar historinë tuaj, kuptoj se ndoshta kjo është përgjigjja që babai im donte që unë të gjeja. Se ekziston një botë përtej kontratave dhe pronave. Një botë njerëzisht të vërtet, me histori të vërteta, që luftojnë betejë të vërteta. Juliana fshiu një lot që i rrithte nëpër fytyrë. Babai juaj duhet të ketë qenë një njeri shumë i mençur. Dhe ju po e përmbushni premtimin që i keni bërë atij në një mënyrë që jam e sigurt se ai do të ishte krenar. Shpresoj, tha Arbeni butësisht. Mund t'ju pyes diçka, tha Juliana pas një momenti. Ju nuk jeni martuar kur? Nuk keni pasur kur fëmijë? Jo. Gjithmonë kam qenë shumë i fokusuar te biznesi. Lidhjet nuk kanë zgjatur kur shumë. Gratë që kam njohur nga rrethi im shoqëror gjithmonë dukeshin më të interesuara për mbiemrin Kastrati se sa për mua. Dhe as unë nuk ndihmoja shumë. Isha i ftohtë, i largët, si babai im. Përfundova i vetëm. Vetmia është e vështirë, u pajtua Juliana. Por ju jeni ende i ri. Keni kohë të gjeni dikë. Arbeni nuk u përgjigj. Tema e bënte të ndihej i sikletosur, kështu që ndryshoi bisedë. Po ju? Mjekja më tha se babai i fëmijëve i braktisi. Nëse nuk ju bezdis të më tregoni. Juliana pëshertiu thellë, sikur të mblidhte forcat për të folur për këtë. Kastrioti ishte ndryshe kur unë njoham. Ose të paktën unë mendoja se ishte. Ishim të lidhur për 3 vjet para se të martoheshim. Ai punonte si shitës në një dyqan materialesh ndërtimi, fitonte mjaft mirë. Unë punoja si sekretare në një zyrë të vogël. Kur lindi Pietri, gjërat ishin ende mirë. Jetonim në një apartament të thjeshtë por komod në Kamës. Por kur mbeta shtatzën me Marinën, gjithçka ndryshoi. Ajo bëri një pauzë, shikimi i largët, i humbur në kujtime të dhimbshme. Kastrioti filloi të pinte. Humbte punë, gjente të tjera, i humbte përsëri. Unë i mbajta gjërat sa munda, por me 2 fëmijë të vegjël ishte e vështirë të punoja me orar të plotë. Ai bëhej nervoz, agresiv. Kur nuk më ka goditur, por fjalët lëndonin po aq shumë. Thoshte se isha një barë, se fëmijët ishin një barë, se ai meritonte një jetë më të mirë. Një natë, një vit e gjysmë më parë, ai thjesht u largua. La një letër ku thoshte se po shkonte të provonte fatin në një qytet tjetër dhe se nuk do të kthehej. Arbeni ndjeu zemërim të rritej brenda tij. Si mundet një burr ta braktisë kështu familjen e tij? Më vjen keq që keni kaluar këtë. Dhe që atëherë ishte vetëm ta të pjetë. Kisha disa kursime, por nuk mjaftonin. Arrita ta mbaja qiran për disa muaj duke bërë punë të vogla, pastrim, çdo gjë. Por kur Marina u sëmur me atë infeksion të fortë respirator, mu desh të mungoja në punën fikse që kisha gjetur. Më pushuan. Pa rrogë, nuk kishte zgjidhje. Pronari nuk pranoi vonesa, na nxori jashtë. U përpoqëm të qëndronim të një kushërira ime për disa javë, por burri i saj nuk donte që të qëndronim më gjallë. Tha se nuk mund të ushqente më shumë gojë. Dhe kështu përfunduam në rrugë. Juliana fshiu lotët që këmbëngulnin të binin.
Kur nuk e kam imagjinuar se jeta ime do të bëhej kështu, e dini? Unë kam studiuar, kam punuar gjithmonë, kam qenë gjithmonë e ndershme. Por ndonjëherë duket se sa do të përpiqesh, bota thjesht të shtyn poshtë dhe nuk të lë të ngrihesh. Arbeni nuk dinte çfarë të thoshte. Të gjitha përvojat e tij të jetës ishin kaq të ndryshme nga të sajat saqë çdo fjalë ngushëllimi do të dukej e zbrazët, sipërfaqësore. Kështu që ai thjesht I vuri dorën lehtë mbi të sajën, një gjest I thjesht solidariteti. Gjithçka do të shkojë mirë tani, tha ai. Ju do të shëroheni, do të keni një vend të sigurt për të qëndruar dhe ju do të arrini ta rindërtoni jetën tuaj. Unë do t'ju ndihmoj me çfarëdo që të jetë e nevojshme. Juliana e pa me ata sy që kishin parë kaq shumë vuajtje, por që ende ruanin shpresë. Faleminderit Arben. Me të vërtetë. Ju nuk e dini se sa shumë do të thonë fjalët tuaja për mua. Në ditën e tretë, doktoresha Kovaci I dha leje të dilnin të gjithë. Marina ishte rikuperuar çuditërisht mirë. Qëndrueshmëria e fëmijëve gjithmonë I befasonte mjekët. Ajo ishte më e kuqëremd, më e gjallë, mund të ecte pa marramendje. Pietri dhe Juliana ishin gjithashtu në gjendje të mirë. Para se të largoheshin nga spitali, Arbeni u sigurua që të gjithë të kalonin nëpër ekzaminime të plota përfundimtare. Donte të ishte absolutisht I sigurt se ishin të shëndetshëm para se t'i çonte në shtëpi. Infermierja I ndihmoi Julianën dhe fëmijët të visheshin me rroba të reja që Arbeni I kishte blerë. Asgjë ekstravagante, vetëm veshje të thjeshta, të rehatshme dhe të përshtatshme. Pantallona jeans, bluza, një fustan me lule për Marinën, atlete të reja për të gjithë. Juliana protestoi për shpenzimet, por Arbeni këmbënguli. Rrobat që kishin më parë ishin tepër të vjetruara dhe ai donte që ata ta fillonin këtë fazë të re me dinjitet. Kur dolën nga spitali në pasditën me diell të asaj të premteje, Arbeni ndiu një çudi në gjoks. Ishte gati të çonte tre të huaj në shtëpinë e tij, në shtëpinë ku u rrit, ku babai I tij jetoi dhe u nda nga jeta. Ishte një ndjenjë e frikshme dhe në të njëjtën kohë çuditërisht ngushëlluese. Udhëtimi deri në blok ishte I heshtur. Pietri dhe Marina ishin me fytyrat të ngjitura në dritaren e makinës, duke vëzhguar qytetin që kalonte. Ata ndoshta nuk ishin mësuar të udhëtonin me makinë, aq më pak në një Mercedes luksos me sedilje lëkure dhe ajër të kondicionuar. Juliana ishte e qetë në sediljen e pasme, duart e ndërthurura në prehër, qartësisht nervoze. Kur Arbeni parkoi para portës elektronike të shtëpisë së tij, ai pa sytë e të gjithëve të zgurdulloheshin. Porta u hap automatikisht dhe ai hyri, duke u ngjitur nëpër rrugicën me kaldrëm deri në garazh. Vila ishte vërtet madhështore. 3 kate me arkitekturë neoklasike, kopshte të mirëmbajtura, një shatërvan dekorativ në hyrje që babai I tij e kishte instaluar dekada më parë. Mirë se erdhët në shtëpinë tuaj të re të përkohshme, tha Arbeni, duke fikur motorin. Ata dolën nga makina dhe qëndruan aty, duke parë ndërtesën sikur të ishin në një ëndër. Marina e mbante fort dorën e nënës dhe Pietri mbante çantën e vogël me ato pak gjëra që kishin. Arbeni hapi derën kryesore dhe I udhëhoqi brenda. Holli I hyrjes ishte I gjerë, me 2 sheme mermeri italian, një lambadar kristali të varur në tavanin e lartë dhe një shkallë druri fisnik që ngjitej në katin e 2. Piktura peizazhesh dekoronin muret dhe vazo me lule të freskëta zinin vend në kamare. Wow, përshpëriti Marina, sytë e saj të vegjël duke shkëlqyer. Është një kështjell? Arbeni buzëqeshi. Jo tamam. Por është e madhe, po. E jani, do t'ju tregoj dhomën tuaj. Ai I çoi lart në katin e 2. Korridori ishte I gjerë, me disa dyrë në secilën anë. Arbeni ndaloi para derës së tretë në të djathtë dhe e hapi. Dhoma që kishte zgjedhur ishte e bollshme dhe kishte 2 krevate, një dopjo dhe një tek, përveç dollapit të vjetër dhe një komo. Dritarja e madhe lejonte të hynte shumë dritë natyrale dhe shikonte nga kopshti I pasëm, ku pemët frutore rriteshin rreth një lëndine të gjelbër. Kjo është dhoma juaj, tha Arbeni. Banja është atje, vetëm për ju. Ka peshqir të pastër, sapun, shampo, gjithçka që ju nevojitet. Kuzhina është në katin e parë, mund të hani çfarë të doni, kur të doni. Dhoma ime është në fund të korridorit, nëse keni nevojë për diçka. Juliana hyri në dhomë ngadalë, sikur të kishte frikë se ajo do të zhdukej nëse lëvizte shumë shpejt. Kaloi dorën mbi krevat, duke provuar butësinë e 2 shekut.
Fëmijët vrapuan te dritarja duke treguar pemët dhe duke bërtitur të emocionuar kur pan një ketër që hidhej nga dega në degë. Arben, kjo është e tepërt, tha Juliana me zë të mbytur. Nuk e di si do t'ju shpërblejmë gjithë këtë. Nuk ka nevojë të shpërbleni asgjë. Vetëm rehatohuni dhe shërohuni. Pjesën tjetër e zgjidhim me kohën. Ai I la të eksploronin dhomën në paqe dhe zbriti në kuzhinë. Dado Lulja, pastruesja që punonte për familjen prej më shumë se 20 vjetësh, do të vinte mëngjesin tjetër si zakonisht. Arbenit do t'i duhej të fliste me të për situatën e re. Për momentin, vendosi të përgatiste diçka për darkë. Pa brenda frigoriferit dhe gjeti disa përbërës bazë. Nuk ishte një kuzhinier me përvojë, por dinte të bënte disa gjëra të thjeshta. Vendosi për makarona me salcë domatesh dhe pulë të pjekur në skar. Asgjë e sofistikuar, por do të ishte ushqyese dhe e bollshme. Ndërsa gatuante, dëgjoi hapa që zbrisnin shkallët. Ishte Pietri, I cili u shfaq në derën e kuzhinës me një shprehje kurioztare. Mund t'ju ndihmoj zoti Arben? Sigurisht. Mund të më therrasësh thjesht Arben. Si thua të presësh këto perime për sallatën? Të dy punuan krah për krah në kuzhinë. Pietri ishte I kujdesshëm dhe I përpikt, duke prerë domatet dhe kastravecat në copa uniforme. Arbeni kuptoi se djali ndoshta ishte mësuar të ndihmonte nënën, e cila duhet t'i kishte mësuar fëmijët të ishin pjesëmarrës dhe të përgjegjshëm që në moshë të vogël. Të pëlqen të studiosh Pjetër? Pyeti Arbeni ndërsa përziente salcën në tigan. Më pëlqen. Ose më sakt, më pëlqente. Ndalova së shkuari në shkollë kur humbëm shtëpinë. Nëna ime premtoi se do të kthehesha sapo gjërat të përmirësoheshin. Ajo gjithmonë thoshte se të studiosh ishte e rëndësishme. Dhe është e rëndësishme vërtet. Në cilin klasë ishe? Në klasën e 3. Isha I mirë në matematikë. Mësuesja gjithmonë thoshte se kisha talent për numra. Arbeni buzëqeshi. Matematika është e shkëlqyer. Shumë e dobishme në jetë. Do të doje të ktheheshe në shkollë? Sytë e Pietrit ndriçuan. Vërtet? Mundem? Sigurisht. Do të shohim një shkollë të mirë këtu afër dhe do të regjistrojmë. Dhe Marinën gjithashtu, kur të jetë pak më e fortë. Arsimi është I rëndësishëm. Faleminderit Arben, tha Pietri me sinqeritet. Ju jeni një person shumë I mirë. Nuk ju besova në fillim, por tani e shoh se jeni ndryshe. Arbeni ndjeu një shtrëngim në gjoks. Mund të më besosh Pjetër. Unë do të kujdesem për ty dhe familjen tënde. Darka u shërbye në tryezën e kuzhinës, jo në dhomën formale të ngrënies që Arbeni e përdorte rrallë. Juliana këmbënguli të ndihmonte për të shtruar tryezën dhe Marina ishte tepër e emocionuar për të qëndruar e qetë, duke vrapuar nëpër kuzhinë dhe duke bërë pyetje për gjithçka që shite. Kur më në fund u ulën për të ngrënë, pati një moment heshtjeje. Juliana dhe fëmijët shikonin ushqimin para tyre me një përzierje mirënjohjeje dhe mosbesimi. Ishte një vakt I thjeshtë, por për dikë që kishte kaluar muaj duke ngrënë sporadikisht, ajo dukej si një banket. Mund të ham? Pyeti Pietri me zë të ulët. Sigurisht, tha Arbeni. Është e gjitha jona. Juliana u sigurua që të gjithë të luteshin para se të hanin, duke falënderuar për ushqimin dhe për mirësinë e Arbenit. Ai nuk ishte veçanërisht fetar, por e respektoi momentin, duke ulur kokën bashkë me ta. Kur filluan të hanin, Arbeni vëzhgoi se si fëmijët përtypeshin ngadalë, duke shijuar çdo kafshatë. Ishte ndryshe nga mënyra se si hanin njerëzit e mësuar me bollëk, gjithmonë të nxituar, duke e marrë ushqimin si të mirëqen. Pas darkës, Juliana këmbënguli të lante enët. Arbeni u përpoq ta ndalonte, duke I thënë se duhej të pushonte, por ajo ishte e vendosur. Duhet të ndihem e dobishme Arben. Të lutem. Më lër ta bëj këtë. Ai e kuptoi. Nuk ishte çështje mirënjohjeje apo pagese. Ishte çështje dinjiteti, të mos ndihesh e plotësisht e varur, të ruaje një farë ndjenje kontrolli në një situatë ku ajo kishte shumë pak kontroll mbi çdo gjë. Ndërsa Juliana lante enët dhe Arbeni I thante, Pietri e çoi Marinën në dhomë. Së shpejti u dëgjuan të qeshura fëmijësh që vinin nga kati I sipërm. Ishte një tingull që ajo shtëpi nuk e kishte dëgjuar prej shumë kohësh. Arbeni dhe Juliana punuan në heshtje të rehatshme, duke lëvizur nëpër kuzhinë me një sinkronizim të papritur.
faleminderit për gjithçka Arben, tha Juliana kur vendosëm pjatën e fundit. Seriozisht. Nuk kam fjalë për të shprehur se sa shumë do të thotë kjo për mua dhe fëmijët e mi. Gëzohem që mund të ndihmoj. Me të vërtetë. Juliana e pa me një shprehje mendimtare. Mund t'ju pyes diçka? Ju nuk keni frikë? Që na lejoni të hyjmë kështu në shtëpinë tuaj? Ne jemi të huaj. Pak, pranoi Arbeni sinqerisht. Por instinkti im më thotë se ju jeni njerëz të mirë që keni kaluar momente të vështira. Dhe ndonjëherë duhet t'u besojmë instinkteve tona. E po, mund të besoni. Unë do të kujdesem për këtë shtëpi sikur të ishte e imja. Dhe sapo të arrit të ngrihem në këmbë, do të largohem dhe do t'ju lë të ktheheni në jetën tuaj normale. Arbeni nuk u përgjigj menjëherë. E vërteta ishte se ai nuk ishte i sigurt nëse donte të kthehej në jetën normale. Jeta normale ishte vetmi, heshtje, zbrazë ti. Kjo këtu, të kishe njerëz në shtëpi, të dëgjoje të qeshura, të ndaje vakte, duke i më e gjallë se çdo gjë që kishte provuar vitet e fundit. Ajo natë e parë ishte e çuditshme për të gjithë. Arbeni ushtri në krevatin e tij dopjo duke dëgjuar tingujt e shtëpisë që nuk ishin të tij. Hapa në korridor, zëra të mbytur që bisedonin, shkarkimi i banjës, kërcitja e një krevati kur dikush kthehej. Ishin tinguj jete, njerëzish që banonin në atë hapësirë. Dhe për herë të parë në muaj, Arbeni nuk u ndje plotësisht i vetëm. Mëngjesin tjetër, Arbeni u zgjua me një aromë që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Aromë kafeje të freskët, buke të thekur, vezësh të fërguara. Zbriti në kuzhinë ende me pijame dhe gjeti Julianën duke përgatitur mëngjesin. Ajo kishte veshur një përparse që e kishte gjetur në një sirtar, flokët të lidhur topuz, duke kënduar me zë të ulët ndërsa punonte. Mirë mëngjes, tha ajo kur e pa. Shpresoj të mos të bezdis. Gjeta gjithçka në frigorifer dhe mendova të përgatisja mëngjesin për të gjithë ne. As pak nuk më bezdis, tha Arbeni, i befasuar se sa shumë e preku ajo sken. Ka shumë kohë që kjo kuzhinë nuk e ka pasur këtë lëvizje. Fëmijët u shfaqen pak më vonë, ende të përgjumur por të emocionuar. U ulën në tryezë dhe filluan të bisedonin gjallërisht për ëndrat që kishin parë, për ketrin që pan në kopsht, për sa të butë ishin krevatet. Ishte një bisedë normale familjare, diçka kaq e zakonshme për miliona njerëz, por kaq e rrallë në jetën e Arbenit. Dado Lulja mbërriti në orën 9 të mëngjesit si gjithmonë. Ishte një zonjë rreth të 60-tave, me flokë të thinjur, që e njihte Arbenin që kur ishte fëmijë. Kur hyri nga dera e kuzhinës dhe pas skenën, familjen e ulur në tryezë duke ngrënë mëngjes, ajo ndaloi e befasuar. Dado Lulja, tha Arbeni duke u ngritur. Më lejo të të prezantoj. Kjo është Juliana dhe fëmijët e saj Pietri dhe Marina. Ata do të qëndrojnë me ne për një kohë. Dado Lulja pa nga Arbeni te Juliana dhe përsëri te Arbeni duke përpunuar informacionin. Pastaj një buzëqeshje e ngadalt u formua në fytyrën e saj. Gëzohem që ju njoh. Dhe sa mirë që kjo shtëpi më në fund ka njerëz përsëri. Po mërzitesha duke e parë djalin Arben këtu vetëm gjithë kohës. Arbeni u ndje paksa në siklet por e falenderoi. Gjatë ditës, Dado Lulja i tregoi Julianës se ku ishte gjithçka në shtëpi, si funksiononin pajisjet elektroshtëpiake, ku ruheshin produktet e pastrimit. Juliana thithte gjithçka me vëmendje, duke bërë pyetje, duke shënuar mendërisht çdo detaj. Pas dite, Arbenit ju desh të shkonte në zyrë për disa takime të rëndësishme që nuk mund t'i shtynte. Para se të dilte, thiri Pietrin. Pjetër, do të më duhet të dalë për disa orë. Mund të kujdesesh për motrën tënde dhe të ndihmosh nënën tënde me çfarëdo që të ketë nevojë? Djali tundi kokën me seriozitet. Lëre në dorën time Arben. Unë kujdesem. Kur Arbeni u kthye në fund të pasdites, gjeti një skenë që e bëri të ndalonte në derë. Juliana ishte në kopsht me fëmijët. Marina vraponte pas fluturave duke qeshur me zë të lartë, ndërsa Pietri përpiqej të ngjitej në një nga pemët më të vogla. Juliana ishte ulur në bar duke vëzhguar fëmijët me një buzëqeshje në fytyrë që Arbeni nuk e kishte parë më parë. Ishte një buzëqeshje pa qeje, lehtësimi, shpresë. Ai qëndroi aty në derë për disa minuta vetëm duke vëzhguar, pa e vënë re ata praninë e tij. Diçka brenda tij u ngroh kur pa atë skenë. Shtëpia e tij, kopshti i tij, që gjithmonë kishin qenë kaq bosh, tani ishin plot jetë.
dhe për herë të parë që nga largimi i babait të tij, Arbeni ndjeu se ndoshta, vetëm ndoshta, ai mund të gjente një qëllim të ri për jetën e tij. Një qëllim që shkonte përtej shifrave në bilancet financiare dhe kontratave të pasurive të paluajtshme. Një qëllim që përfshinte njerëz të vërtetë, emocione të vërteta, lidhje njerëzore të vërteta. Dhe kjo e friksonte dhe e emociononte në të njëjtën kohë. Kapitulli 3. Javët në vijim sollën ndryshime të rëndësishme për të gjithë në vilën e bllokut. Arbeni e regjistroi Pietrin në një shkollë private aty pranë, një institucion me emër që ofronte arsim cilësor dhe kishte një program të veçantë për nxënësit që kishin nevojë për përforcim pas periudhave të largimit. Djali u pranua menjëherë kur drejtori mësoi se Arben Kastrati ishte ai që do të mbulonte të gjitha kostot. Pietri zgjohej i emocionuar çdo mëngjes, vishte uniformën e re me krenari dhe kthehej pasdite plot histori për atë që kishte mësuar. Marina, ende në procesin e rikuperimit të plot, i kalonte ditët në shtëpi me të ëmën. Të dyja luanin në kopsht, ngjyrosnin vizatime në tryezën e kuzhinës dhe shikonin programe edukative në televizorin e dhomës së ndenjes. Vajza e vogël po shtonte peshë me shpejtësi, faqet e saj po bëheshin më të plota, e qeshura e saj tingëllonte gjithnjë e më e shpesh dhe e sinqertë. Ajo ishte lidhur me Arbenin në një mënyrë që i befasonte të gjithë, përfshirë vetë biznesmenin. Sa herë që ai kthehej në shtëpi nga puna, Marina vraponte te dera duke bërtitur Xhaxhi Arben dhe i hidhej në krah për një përqafim të ngushtë. Arbeni nuk dinte si të përballej me kaq shumë afeksion në fillim. Ai kur nuk kishte qenë i afërt me fëmijët, nuk kishte një për embesa, nuk kishte asnjë përvojë me atë univers fëmijëror të përqafimeve spontane dhe shfaqjeve të sinqerta të dashurisë. Por pak nga pak u mësua dhe zbuloi se i adhuronte ato momente kur Marina vraponte drejt tij. Ishte një ndjenjë të qenit i rëndësishëm për dikë, të priteshe, të kishe rëndësi të vërtet në jetën e një personi tjetër. Juliana, nga ana e saj, mori përsipër kujdesin e shtëpisë me një përkushtim që bënte përshtypje. Ajo gatuante vakte të shijshme duke përdorur receta që i kishte mësuar nga ema, i mbante të gjitha dhomat në mënyrë të paqortueshme të pastra dhe të rregullta, dhe i solli asaj vile një ngrohtësi njerëzore që i mungonte prej vitesh. Dado Lulja e adhuronte të kishte shoqëri gjatë punës dhe të dyja u bën shoqe shpejt, duke ndarë histori, receta dhe të qeshura ndërsa palosnin rroba apo pastronin dritaret. Arbeni filloi të kthehej në shtëpi më herët nga zyra. Më parë, ai qëndronte deri vonë duke punuar, sepse nuk kishte arsye të kthehej në një shtëpi bosh. Tani kishte darkën që përgatitej nga Juliana me atë aromë të mrekullueshme që pushtonte gjithë shtëpinë. Kishte Pietrin që kishte nevojë për ndihmë me detyrat e matematikës. Kishte Marinën që donte t'i tregonte vizatimin e ri që kishte bërë. Kishte biseda gjatë vakteve, të qeshura në dhomën e ndenjes, jetë që pulsonte në çdo dhomë. Ishte në një nga këto net, rreth një muaj pas ardhjes së familjes, që Arbeni bëri një zbulim që do të ndryshonte gjithçka përsëri. Ai u ngjit lart për të kontrolluar nëse Pietri po bënte detyrat e shtëpisë dhe, duke kaluar pranë dhomës së Julianës, vuri re derën gjysmë të hapur. Nuk ishte qëllimi i tij të përgjonte, por diçka i tërhoqi vëmendjen. Një dritë e butë vinte nga brenda dhomës dhe ai dëgjoi një tingull ritmik që nuk mund ta identifikonte. Trokit lehtë në derë. Juliana? Mund të hyj? Sigurisht, u përgjigj ajo. Arbeni hapi derën dhe ndaloi i befasuar nga skena para tij. Juliana ishte ulur në një karrige pranë dritares me një copë të shtrirë në prerë. Në duar mbante gjilpër dhe pe dhe po qepte me dorë me lëvizje të sakta dhe delikate. Mbi krevat kishte copa të tjera të prera në forma specifike, gjilpëra me kokë të organizuara në një jastëk të vogël, gërshër qepjeje dhe disa kopsa me ngjyra. Ti qep? Pyeti Arbeni, sinqerisht i befasuar. Juliana pa copën në duart e saj me një përzierje dashurie dhe melankolie. Po. Mësova nga nëna ime kur isha fëmijë. Ajo ishte rrobaçepse profesioniste, bënte fustane me porosi për kliente të veçanta. U rrita duke e parë atë të punonte, mësova të gjitha truket, të gjitha tegelat, të gjitha sekretet. Kur ajo u nda nga jeta, 10 vjet më parë, vazhdova të qepja si një mënyrë për t'u ndjerë afër saj. Arbeni u afrua, duke parë me më shumë vëmendje punën. Edhe me duart e tij të pastërvitura, ai mund ta dallonte cilësinë e saj. Tegelat ishin uniforme, delikate, pothuajse të padukshme. Përfundimi ishte i paqortueshëm. Dhe çfarë po bën tani?
Një fustan për Marinën. I gjeta këto copa në një dyqan rrobash të përdorura këtu afër kur shkova në pazar me Dado Luljen. Shpenzova pak nga ndihma financiare që më dhe, shpresoj të mos të bezdis. Doja të bëja diçka të veçantë për të. Diçka të bukur që të ishte vetëm e saja. Arbeni pa copat dhe kuptoi se tashmë ishte e mundur të vizualizojë fustani duke marrë formë. Do të ishte një fustan i thjeshtë por elegant, me detaje delikate në mëng dhe një rip në bel. Juliana, kjo është e mahnitshme. Ti je shumë e talentuar. Ajo buzëqeshi me ndrojtje. Është thjesht qepje. Asgjë e madhe. Jo, seriozisht. Ky është art, a ke menduar ndonjëherë ta bësh këtë profesion? Juliana lëshoi një të qeshur pa humor. Kam menduar, po. Në fakt, ishte ëndra ime kur isha më e re. Doja të kisha atelien time, të krijoja veshje unike, të shija njerëz që vishnin krijimet e mia, por jeta ndodhi. U martova e re, pata fëmijë, kisha nevojë për një punë fikse me rrogë të garantuar. Qepja mbeti vetëm si hobi, diçka që bëja në kohën e lirë. Po sikur të mund të rinisje këtë ëndër, pyeti Arbeni, një ide duke filluar të formohej në mendjen e tij. Juliana e pa me skepticizëm. Arben, rrobaqepset profesioniste kanë nevojë për strukturë. Makina industriale, hapësirë të përshtatshme, materiale cilësore, klientë të gatshëm të paguajnë. E gjithë kjo kushton shumë para. Para që unë nuk i kam. Po sikur të investoja unë te ti? Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Juliana e nguli shikimin sikur ai të kishte thënë diçka krejtësisht absurde. Si kështu të investosh tek unë? Arbeni u ul në cep të krevatit duke menduar ndërsa fliste. Kam një dhomë bosh në katin e tretë. Ishte zyra e babait tim, por është pa përdorur që kur ai u nda nga jeta. Është e madhe, ka ndriçim të mirë natyral, një pamje të bukur. Mund të shndërrohej në një atelje perfekte. Unë do të blija makinat e nevojshme, materialet, gjithçka që do të duhej. Ti do të krijoje veshjet e tua dhe unë do të ndihmoja për të promovuar punën tënde. Kam kontakte, njoh njerëz në botën e modës, pronar butikësh. Mund të hapja dyer. Juliana tundi kokën ngadalë, qartësisht e pabesueshme. Arben, ti ke bërë tashmë shumë për ne. Nuk mund të pranoj më asgjë. Kjo do të ishte të përfitoja nga mirësia jote. Nuk do të ishte të përfitoje, do të ishte një partneritet. Një investim. Unë besoj në talentin tënd. Nëse veshjet e tua janë aq të mira sa besoj se do të jenë, ti nuk do të kesh nevojë për mua për shumë kohë. Do të arrish të stabilizohesh, të fitosh paratë e tua, të kesh pavarësinë tënde. Kjo nuk është bamirësi, Juliana. Është një mundësi. Ajo qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke parë fustanin e papërfunduar në duart e saj. Arbeni mund të shihte konfliktin që ndodhte brenda saj, krenarinë që luftonte kundër dëshirës, frikën e dështimit që luftonte kundër shpresës për të realizuar një ëndër të vjetër. Më në fund, ajo foli me zë të ulët. Nëse pranoj, duhet të jetë e qartë se do t'i kthej të gjitha. Çdo lek që ti investon tek unë do ta kthej sapo të filloj të fitoj para nga shitjet. U morëm vesh. Por për momentin, le të përqendrohemi në ngritjen e ateljes tënde dhe të bëjmë të shkëlqesh. Juliana fshiu një lot që i shpëtoi. Pse e bën këtë Arben? Pse beson kaq shumë tek unë ndërkohë që mezi më njeh? Arbeni mendoi për përgjigjen. Sepse kur të pash në atë park, pash diçka që e njoha. Pash dikë që po luftonte kundër botës, por nuk dorëzoi. Pash dinjitet, forcë, dashuri. Dhe tani, duke parë punën tënde, shoh talent të vërtetë. Dikush duhet të jap një shans, Juliana. Dhe unë dua të jem ai person. Në ditët në vijim, Arbeni filloi të punonte në transformimin e zyrës së vjetër të babait të tij në një atelje qepjeje. Punësoi një dizajner interioresh të specializuar në hapësira pune kreative dhe i shpjegoi saktësisht se çfarë do t'i duhej Julianës. Së bashku, planifikuan çdo detaj. Dhoma u rinovua plotësisht. Muret u lyen në një nuancë të butë bezh që reflektonte dritën natyrale pa lodhur syl. Një tavolinë e madhe pune u instalua pranë dritares duke ofruar ndriçim natyral perfekt për punë delikate. Raftet u fiksuan në mure për të organizuar copat, fijet, kopsat dhe materialet e tjera.
Një manekin profesional u vendos në një cep dhe një pasqyrë e plot u instalua në një tjetër. Pjesa qendrore e atelies ishte një makinë qepse industriale e gjeneratës së fundit, e aftë të punonte me llojet më të ndryshme të copave. Arbeni bleu gjithashtu një makinë overlock profesionale, një makinë qëndisjeje të kompjuterizuar dhe të gjitha mjetet që një robaqepse mund të kishte nevojë. Gërshër të madhësive të ndryshme, vizore speciale, metra, gjilpëra me kokë, gjilpëra të gjitha llojeve, fije në të gjitha ngjyrat e imagjinueshme. Kur gjithçka ishte gati, 2 javë më vonë, Arbeni i lidhi syt Julianës dhe e udhëhoqi lart në katin e 3. Pietri dhe Marina i ndiqnin të emocionuar, duke e ditur surprizën por duke e ruajtur sekretin heroikisht. Arbeni ndaloi para derës së atelies, dora e tij në dorez. Gati, pyeti. Juliana, me syt ende të lidhur, tundi kokën nervoze. Mendoj se po. Ai hapi derën dhe e udhëhoqi brenda. Pastaj, me kujdes, ia hoqi shamin. Juliana puliti syt ndërsa ata u përshtatën me dritën dhe pastaj i zgurdulloi syt kur pa atelien para saj. Duart i shkuan te goja duke mbytur një klithmë habie. Arben, përshpëriti ajo, duke u rrotulluar ngadalë për të përthithur çdo detaj. Kjo është për mua. E gjitha e jotja, konfirmoi ai, duke buzëqeshur kur pa reagimin e saj. Juliana eci në përhapësirë sikur të ishte në trans, kaloi duart mbi tavolinën e punës, preku me delikatesë makinën qepse, hapi sirtarët plot me materiale të organizuara. Lotët filluan t'i rridhnin lirshëm nëpër fytyrë. Nuk mund ta besoj, tha ajo me zë të mbytur. Është perfekte. Është gjithçka që kam ëndërruar gjithmonë. Si e dite? I kushtova vëmendje kur fole për ëndrrën tënde. Dhe pata ndihmën e një dizajneri profesionist që e kupton këtë fushë. Pietri dhe Marina vrapuan brenda, duke eksploruar atelien me kureshtje. Marina u magjeps nga manekini, duke menduar se ishte një kukull gjigante. Pietri ekzaminoi makinën qepse me magjepsje teknike, duke dashur të kuptonte si funksiononte. Juliana ju afrua Arbenit dhe për herë të parë që kur u njohën, e përqafoi. Ishte një përqafim i sinqert, i ngushtë, plot mirënjohje dhe emocion. Arbeni u tensionua për një sekond, i pamësuar me këtë lloj kontakti, por pastaj u çlirua dhe ja ktheu përqafimin. Faleminderit, përshpëriti ajo në veshin e tij. Faleminderit që besove tek unë. Do ta bëj të vlej çdo lek i këtij investimi. Premtoj. E di që do ta bësh, u përgjigj ai. Nga ajo ditë, Juliana filloi të punonte në atelje çdo ditë. Zgjoi herët, e çonte Pietrin në shkollë, e kalonte mëngjesin duke krijuar ndërsa Marina luante në dhomë ose në kopsht në mbikëqyrjen e Dado Luljes. Pasdite e merrte Pietrin nga shkolla dhe pastaj kthehej në atelje për të vazhduar punën deri në orën e darkës. Veshjet e para që ajo krijoi ishin fustane të përditshme, të thjeshta por elegante. Arbeni i fotografoi secilin prej tyre dhe i postoi në rrjetet sociale, duke etiketuar disa shoqe biznesmene që njihte. Përgjigjja ishte e menjëhershme. Gratë filluan të pyesnin se ku mund t'i blinin ato veshje, sa kushtonin, nëse bëheshin me porosi. Brenda 3 javësh, Juliana pati klienten e saj të parë të vërtetë. Kristina Fagu, gruaja e një prej ortakëve të Arbenit, porositi një fustan për një event bamirësie. Juliana u bë nervoze, por Arbeni e inkurajoi. Ti ja del beso në talentin tënd. Fustani ishte një sukses absolut. Kristina e veshi në fest dhe mori komplimente të panumërta. 3 gra të tjera i kërkuan kontaktin e robaqepses po atë natë. Së shpejti, Juliana kishte një listë pritjeje klientësh që donin veshje ekskluzive. Arbeni e ndihmoi të vendoste çmime të drejta, duke i shpjeguar Julianës se puna e saj kishte vlerë dhe se ajo nuk duhet të kërkonte më pak se sa meritonte. Ajo tronditej nga vlerat që ai sugjeronte, duke e konsideruar absurde që dikush do të paguante kaq shumë për një fustan. Por klientët paguanin pa u ankuar, disa madje duke thënë se ishte lirë për nivelin e cilësisë dhe ekskluzivitetit. Brenda 2 muajsh, Juliana tashmë kishte një fluks të vazhdueshëm porosish. Prodhonte rreth 3 veshje në javë, secila e shitur me vlera që arrinin më shumë se sa fitonte ajo në një muaj të tërë në punët e saj të mëparshme. Ajo hapi një llogari bankare dhe filloi të kursente para, duke planifikuar ditën kur do të mund t'i kthente investimin Arbenit dhe të merrte me qira hapësirën e saj. Por nuk ishte vetëm suksesi profesional që po ndodhte.
Lidhjet mes 4 banorëve të asaj vile po forcoheshin në mënyra të thella dhe të papritura. Arbeni u bë një figurë atërore e natyrshme për fëmijët. Çdo natë, pas darkës, ai e ndihmonte Pietrin me detyrat e shtëpisë. Djali ishte vërtet i talentuar në matematikë dhe Arbeni e adhuronte të shihte atë mendje të re duke punuar me problemet, duke gjetur zgjidhje kreative. Ata kalonin orë të tëra në tryezën e dhomës së ngrënies, duke diskutuar ekuacione, duke qeshur kur Pietri gjente rrugë të shkurtra inteligjente që as Arbeni nuk i kishte menduar. Me Marinën, lidhja ishte ndryshe, por po aq e fortë. Vajza e vogël e kishte zgjedhur atë si personin e saj të preferuar në shtëpi. Ajo donte që Arbeni ta vinte në gjumë çdo natë, duke i treguar histori që ai shpikte në çast për princesha Trime dhe kalorës të sjellshëm. Një natë, ndërsa Arbeni po përfundonte një histori për një princeshë që shpëtonte mbretërinë e saj duke përdorur inteligjencën në vend të magjisë, Marina e pa me sytë e saj të përgjumur dhe i tha: "Xhaxhi Arben, do doja të ishe babi im i vërtetë." Arbeni ndjeu diçka të thyej dhe në të njëjtën kohë të rindërtohej brenda gjoksit. Ai nuk dinte çfarë të përgjigjej. I përkëdheli flokët vajzës dhe i tha butësisht: "Ti je shumë e veçantë për mua, Marina. Shumë e veçantë vërtet." "Edhe unë të dua, Xhaxhi Arben," përshpëriti ajo para se të mbyllte sytë dhe të flinte. Arbeni doli nga dhoma me lot në sy, diçka që nuk i kishte ndodhur që nga largimi i babait të tij. Gjeti Julianën në korridor. Ajo e kishte dëgjuar bisedën përmes derës gjysmë të hapur. "Më fal," tha ajo me zë të ulët. "E di që po lidhet shumë me ty, do të flas me të." "Jo," tha Arbeni shpejt. "Nuk ka nevojë. Mua më pëlqen kjo. Më pëlqen të jem i rëndësishëm për të. Për ju." Juliana e pa me një shprehje që ai nuk mund ta deshifronte plotësisht. Kishte mirënjohje aty, sigurisht. Por kishte diçka më shumë, diçka që bënte zemrën e Arbenit të rrite më shpejt në një mënyrë që ai nuk e kuptonte. "Ti je i rëndësishëm për ne, Arben. Më shumë se sa mund ta shprehim." Të dy qëndruan aty në korridor, heshtja mes tyre e ngarkuar me emocione të pathëna. Arbeni kuptoi se Juliana ishte ndryshe në atë moment. Kishte flokët e lëshuar që i binin mbi supe në val gështenjë. Kishte veshur një fustan të thjeshtë që e kishte qepur vetë, i cili i theksonte figurën në mënyrë elegante pa qenë provokues. Kishte diçka në mënyrën se si ajo e shikonte që e bënte Arbenin të ndihej i parë me të vërtetë, jo si trashëgimtari i pasurisë kastrati, por si Arbeni, njeriu. Ai donte të thoshte diçka, por fjalët nuk i vinin. Në vend të kësaj, thjesht i uroi natën e mirë dhe u largua drejt dhomës së tij, zemra i rrite më shpejt se normalisht. Ajo nuk ishte hera e vetme që Arbeni ndjeu atë tension të çuditshëm mes tij dhe Julianës. Kjo filloi të ndodhte shpesh. Momente të vogla në përditshmëri që fitonin një ngarkesë emocionale që asnjëri prej tyre nuk dinte mirë si ta menaxhonte. Një mëngjes, Arbeni zbriti në kuzhinë më herët se zakonisht dhe gjeti Julianën duke përgatitur kafen. Ajo ishte me shpinë nga ai, duke kënduar me zë të ulët një këngë ndërsa përziente diçka në tigan. Këmbët e saj zbathur në dyshemen e ftohtë, flokët ende të shpupuritur nga gjumi, mënyra se si drita e mëngjesit hynte nga dritarja dhe i ndriçonte siluetën, e gjithë kjo e bëri Arbenin të ndalonte në derë dhe thjesht të vëzhgonte. Nuk ishte dëshirë seksuale, ose të paktën nuk ishte vetëm kjo. Ishte diçka më e thellë. Ishte ndjesia se ajo sken, ajo grua në atë kuzhinë, e bënte shtëpinë e tij të ndihej si një shtëpi e vërtetë. Juliana u kthye dhe e pa aty. "Mirë mëngjes. Nuk të dëgjova të vije." "Mirë mëngjes," u përgjigj ai, i sikletosur që ishte kapur duke e parë. "Më fal nëse të tremba." "Nuk më trembe." "Do kafe?" "Dua, po." Ata pinë kafe së bashku ndërsa pjesa tjetër e shtëpisë ende flinte. Biseduan për planet e ditës, për porositë që Juliana kishte për javën, për prezantimin që Pietri do të kishte në shkollë. Ishte një bisedë e zakonshme, e përditshme, por kishte një intimitet në ato momente të përbashkëta të mëngjesit që Arbeni filloi ta vlerësonte më shumë se çdo takim biznesi. Një moment tjetër i rëndësishëm ndodhi në një pasdite me shi. Arbeni po punonte në zyrën e tij në shtëpi kur dëgjoi një britm që vinte nga kopshti. Vrapoi te dritarja dhe pa Julianën dhe fëmijët që vraponin brenda, të qullur nga shiu i papritur që kishte rënë. Ata hyn nga dera e pasme duke qeshur me zë të lartë, duke hequr këpucët e lagura, duke shtrydhur rrobat e qullura.
Arbeni zbriti për të parë nëse ishin mirë dhe gjeti një skenë gëzimi të pastër. Marina kërcente në pellgun e ujit që ishte formuar në dy sheme, Pietri përpiqej të thanë flokët me një peshqir shumë të vogël, dhe Juliana qeshte aq shumë sa mezi qëndronte në këmbë. Kur ajo e pa, syt i shkëlqyen. Më fal për rëmujen Arben. Shiu na zuri i papritur. Nuk ka problem, tha ai, por nuk mund t'i hiqte syt prej saj. Fustani i lagur i ngjitur pas trupit, flokët që pikonin ujë, faqet e kuqe nga të qeshurat. Ajo ishte e bukur në një mënyrë krejtësisht natyrale, pa artific, pa grim, thjesht duke qenë vetvetja. Juliana e vuri re shikimin e tij dhe u bë papritur e ndrojtur. Më mirë të ngjitemi lart dhe të ndërohemi para se të ftohemi të gjithë. Atë natë, Arbeni nuk mundi të flinte. Qëndroi shtrirë në krevat duke parë tavanin, duke menduar për Julianën, për mënyrën se si ajo ja kishte ndryshuar jetën plotësisht në vetëm pak muaj. E gjeti veten duke imagjinuar se si do të ishte nëse kjo nuk do të ishte e përkohshme. Nëse Juliana dhe fëmijët nuk do të ishin vetëm mysafir në shtëpinë e tij, por vërtet pjesë e jetës së tij. Pjesë e familjes së tij. Ideja duhej ta friksonte, por nuk e friksonte. Përkundrazi, i sillte një ndjenjë plotësie që nuk e dinte se ishte e mundur ta ndjente. Dhe kjo, po, e friksonte pak. Sepse Arbeni e dinte se po lidhej shumë, po ndjente shumë. Dhe nuk kishte ide se çfarë të bënte me gjithë këto ndjenja. Kapitulli 4. Dhjetori erdhi duke sjellë nxehtësinë tipike të verës tiranase dhe një energji ndryshe për qytetin. Rrugët u mbushën me dekorime krishtlindjesh, dyqanet luanin këngë festive pa pushim, dhe kishte diçka në ajër që i bënte njerëzit të buzëqeshnin më lehtë. Për Arbenin, ato do të ishin krishtlindje krejtësisht të ndryshme nga të gjitha të mëparshmet në jetën e tij. Vitet e fundit, ai e kalonte festën vetëm ose në darka formale me ortak biznesi. Nuk kishte pemë të zbukuruar në shtëpinë e tij, nuk kishte dhurata, nuk kishte festë të vërtetë. Krishtlindjet ishin thjesht një ditë tjetër në kalendar. Por tani, me Julianën dhe fëmijët që jetonin me të, gjithçka do të ishte ndryshe. Dhe Arbeni donte që të ishte e veçantë. Donte të krijonte kujtime që do të zgjasnin për gjithmonë. Sepse, megjithse nuk kishte guxim ta pranonte me zë të lartë ende, ai e dinte se nuk donte që ajo familje të largohej kurrë më. Juliana po lulëzonte në mënyrë mbresëlënëse. Puna e saj si robaqepse tashmë njihej në të gjithë rrethin e grave me ndikim të Tiranës. Një butik luksos në rrugën Ibrahim Rugova, një nga rrugët më elegante të qytetit, e kishte kontaktuar duke i propozuar një partneritet. Donin që Juliana të krijonte një koleksion ekskluziv prej 10 veshjesh për sezonin e pranverës. Pagesa e ofruar ishte aq bujare sa që Julianës ju desh të ulej kur dëgjoi vlerën. Ajo i tregoi Arbenit atë natë, syt i shkëlqenin nga emocioni, por edhe nga lotët e përmbajtur. Këto janë më shumë para se sa fitoja unë në një vit të tërë më parë, Arben. Në një vit të tërë duke punuar nga e hëna në të shtunë, duke u vrarë në punë që mezi paguanin qiran. Dhe tani do të më paguajnë kaq për 10 fustane. 10. Arbeni buzëqeshi, krenar për të siç do të ishte një baba krenar për të bien. Ti e meriton këtë dhe shumë më tepër, Juliana. Talenti yt është unik. Këta njerëz e njohin cilësinë kur e shohin. Por ajo nuk buzëqeshi. Në vend të kësaj, u bë serioze, një peshë e dukshme mbi supe. Arben, me këto para do të arrijë të paguaj gjithçka që ke investuar tek unë. Dhe do të kem mjaftueshëm për të marrë me qira një apartament të vogël për mua dhe fëmijët. Një vend tonin. Zemra e Arbenit u fundos në gjoks. Ai e dinte se kjo ditë do të vinte përfundimisht, se marrëveshja gjithmonë kishte qenë që Juliana do të qëndronte vetëm përkohësisht derisa të arrinte të ngrihej në këmbë. Por ta dëgjonte atë, të dinte se së shpejti shtëpia do të kthehej të ishte bosh, e heshtur, pa të qeshurën e Marinës, pa bisedat me Pietrin, pa praninë e Julianës, ishte e dhimbshme në një mënyrë që ai nuk ishte i përgatitur ta ndjente. Nuk ke nevojë të largohesh, tha ai më shpejt se sa kishte ndërmend. Dua të them, sigurisht që mund të largohesh nëse dëshiron, por nuk ke nevojë të ndihesh e detyruar. Kjo shtëpi është e madhe, ka hapësirë të mjaftueshme. Juliana e pa me një shprehje që përziente trishtim dhe diçka më shumë. Arben, ti ke bërë tashmë shumë për ne. Nuk mund të abuzoj pafundësisht me mikpritjen tënde. Ti ke jetën tënde, ke nevojë për hapësirën tënde.
Dhe unë duhet t'i provoj vetes se mund të kujdesem për fëmijët e mi, se mund të mbaj veten. Ju nuk jeni një bar, Juliana. Kur nuk keni qenë. Në fakt, ai hezitoi duke kërkuar fjalët e duhura, ju i sollët jetë kësaj shtëpie. Mua. Unë po jetoja në mënyrë automatike para se t'ju njihja. Vetëm duke punuar, pa qëllim të vërtet, pa lidhje me asgjë. Dhe tani, gjithçka ka ndryshuar. Juliana qëndroi në heshtje duke parë duart e saj. E di, Arben. Dhe jam mirënjohëse për gjithçka. Por duhet ta bëj këtë. Duhet t'u tregoj fëmijëve të mi se nëna e tyre është e fortë, se mund t'i kapërcej pengesat, se nuk ka nevojë të varet nga mirësia e të huajve për gjithmonë. Ne nuk jemi më të huaj, tha Arbeni me zë të ulët. Jo, u pajtua ajo, duke e parë me ata sy që dukeshin sikur shinin drejt e në shpirtin e tij. Nuk jemi. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me fjalë të pathëna, me ndjenja që asnjëri prej tyre nuk kishte guxim t'i emërtonte. Arbeni donte të thoshte kaq shumë gjëra. Donte të thoshte se zgjohej çdo mëngjes me padurim për të zbritur dhe për ta gjetur atë në kuzhinë. Donte të thoshte se historik që i tregonte Marinës natën ishin momenti më i mirë i ditës së tij. Donte të thoshte se të ndihmonte Pietrin me matematikën e bënte të ndihej i dobishëm në një mënyrë që mbyllja e marrëveshjeve milionëshe nuk e kishte bërë kurrë. Donte të thoshte se po binte në dashuri me atë grua të fortë dhe dinjitoze që u përball me botën dhe nuk u la të thyej. Por fjalët i mbetën në fy. Juliana gjithashtu donte të thoshte gjëra. Donte të pranonte se ndjente diçka për Arbenin që shkonte shumë përtej mirënjohjes. Donte të thoshte se prania e tij e bënte të ndihej e sigurt për herë të parë në vite. Donte të thoshte se e vëzhgonte atë duke luajtur me fëmijët e saj dhe zemra i ngrohej në një mënyrë që e friksonte. Donte të thoshte se filloi të imagjinonte një jetë pranë tij, jo si mysafire, por si partnere. Por frika e paralizonte. Frika se po i interpretonte gabim shenjat. Frika se ai ishte thjesht i mirë dhe ajo po e ngatëronte mirësinë me diçka më shumë. Frika se do të shkatëronte stabilitetin e vetëm që fëmijët e saj kishin njohur prej shumë kohësh. Kështu që të dy qëndruan në heshtje, duke e lënë momentin të kalonte, duke i lënë fjalët e pathëna të fluturonin mes tyre si fantazma mundësish. Arbeni doli nga ajo bisedë i vendosur. Nëse Juliana do të largohej së shpejti, ai donte t'i bënte ato krishtlindje të fundit së bashku diçka të paharrueshme. Dhe më shumë se kaq, ai më në fund duhej të gjente guximin për të thënë atë që ndjente. Nuk mund ta linte të largohej pa provuar të paktën. Pa u dhënë atyre të paktën një shans për të qenë më shumë se thjesht pronar dhe qiramarrëse e përkohshme. Për të qenë një familje e vërtetë. Në ditët në vijim, Arbeni filloi të planifikonte në fshehtësi. Punësoi një peizazhist për ta shndërruar kopshtin e shtëpisë në diçka magjike. I kërkoi ndihmë Kristina Fagut, klientes së parë të Julianës, e cila e pëlqeu shumë idenë të merrte pjesë në surprizë. Bleu 3 unaza në një nga argjendaritë më me emër të Tiranës. Nuk ishin unaza fejese tradicionale. Ishin simbole. Premtime. Një për Julianën, një për Pietrin dhe një për Marinën. Sepse Arbeni nuk po i kërkonte vetëm Julianës të martohej me të. Po kërkonte të bëhej pjesë e asaj familjeje, të ishte babai që fëmijët meritonin të kishin, të ndërtonin së bashku diçka që asnjëri prej tyre nuk e kishte pasur më parë, një familje e zgjedhur nga dashuria, jo nga gjaku. Pietri ishte i pari që vuri re se diçka ishte ndryshe. Ai pa bisedat e përshpëritura mes Arbenit dhe Dado Luljes, vuri re lëvizjet e çuditshme në kopsh që ishte mbuluar misteriozisht me mushama. Një pasdite, ai ju afrua Arbenit në zyrën e tij. Xhaxhi Arben, mund t'ju pyes diçka? Sigurisht, Pjetër. Gjithmonë mundesh. Djali hezitoi, duke luajtur nervozisht me një stilolaps që e kishte marrë nga tavolina. Ju e pëlqeni nënën time? Arbeni mbeti plotësisht i palvizur nga pyetja e drejt për drejt. Po, sigurisht që e pëlqej. Ajo është një person i mrekullueshëm. Jo. Pietri tundi kokën. Dua të them, ju e pëlqeni atë me të vërtetë? Ashtu siç pëlqejnë të rriturit me njëri tjetrin? Arbeni pa atë djalë 10 vjeç, kaq të pjekur për moshën e tij, që kishte kaluar kaq shumë dhe që tani e shikonte me një seriozitet që kërkonte ndershmëri totale. Po, Pjetër. Unë e pëlqej shumë nënën tënde. Ndoshta më shumë se sa duhet.
Pietri buzëqeshi dhe ishte një buzëqeshje e sinqert, plot lehtësim. Sa mirë. Sepse edhe ajo ju pëlqen juve. E shon në mënyrën se si ju shikon kur mendon se askush nuk po e sheh. Dhe doja t'ju thoja diçka. Marina dhe unë, ne nuk do të kishim problem nëse ju do të ishit bashkë me të vërtetë. Në fakt, do të na pëlqente shumë. Ju jeni gjëja më e mirë që i ka ndodhur familjes son. Arbeni ndjeu sytë t'i digjinin nga lotët që refuzoi t'i linte të binin. Pjetër, kjo do të thotë shumë për mua. Shumë vërtet. Dhe në fakt, po planifikoj një surprizë për nënën tënde. Një surprizë të madhe. Por kam nevojë për ndihmën tënde. A do të pranoje të ishe bashkëpunëtori im? Sytë e Pietrit ndriçuan. Sigurisht që po. Nata e Krishtlindjes erdhi me një qiell të pastër dhe me yje e rrallë për Tiranën. Arbeni kishte kombinuar gjithçka në detajet më të vogla. Kopshti ishte gati, i fshehur nën mushama. Unazat ishin ruajtur në sirtarin e tij. Fëmijët ishin informuar për planin dhe gati sa nuk shpërthenin nga ankthi për të parë reagimin e nënës. Gjatë ditës, gjithçka shkoi normalisht. Arbeni bëri sikur po punonte në zyrën e tij, ndërsa në të vërtetë ishte tepër nervoz për t'u përqendruar në çdo gjë. Juliana e kaloi ditën duke qepur, duke u përpjekur të përfundonte një porosi para festimeve. Fëmijët luanin, por pyesnin çdo gjysmë ore se kur do të ndodhte surpriza. Kur dielli filloi të perëndonte, Arbeni mblodhi guximin dhe zbriti në dhomën ku Juliana po shikonte një film me fëmijët. Juliana, a mund të vish me mua një moment? Ka diçka që dua të të tregoj. Ajo e pa e hutuar. Tani? Isha në mes të filmit me fëmijët. Të lutem. Është e rëndësishme. Pietri dhe Marina u ngritën menjëherë duke shkëmbyer shikime bashkëpunuese. Të vim edhe ne mami, tha Marina duke tërhequr dorën e nënës. Juliana u la të udhëhiqej, gjithnjë e më e hutuar. Arbeni i çoi nëpër shtëpi deri te dera e pasme që të çonte në kopsht. Ai ndaloi aty, dora në dorez, zemra i rrite aq fort sa ishte i sigurt se të gjithë mund ta dëgjonin. Gati, pyeti ai. Arben, çfarë po ndodh? Juliana ishte dukshëm nervoze tani. Ai hapi derën dhe ajo që pa Juliana e la plotësisht pa fjalë. Kopshti ishte shndërruar në diçka të dalë nga një përrall. Qindra drita të vogla ishin varur në pemë, duke krijuar një qiell artificial me yje. Në qendër të kopshtit, struktura elegante në formë harqesh ishin instaluar dhe në to ishin ekspozuar 10 fustane. 10 fustanet që Juliana kishte krijuar për butikun e rrugës Ibrahim Rugova. Secili i ndriçuar në mënyrë perfekte, i ekspozuar si vepra arti në një muze. Kishte tavolina elegante të vendosura përreth, të mbuluara me mbulesa të bardha dhe qiring të ndezur. Muzikë e butë luhej nga altoparlant të padukshëm. Dhe në qendër të gjithçkaje, një platformë e vogël rrethore ishte bosh, duke pritur. Juliana vuri duart te goja, lotët tashmë kishin filluar të rridhnin. Arben, çfarë është gjithë kjo? Kjo, tha ai duke e udhëhequr në kopsht, është një galeri. Një galeri për të festuar ty, talentin tënd, forcën tënde, gjithçka që ke arritur. Secili prej këtyre fustaneve tregon një histori. Historinë e një gruaje që nuk u dorëzua kur bota e shtyu poshtë. Që luftoi për fëmijët e saj me mish e me shpirt. Që e shndërroi dhimbjen në ardh. Juliana eci mes fustaneve, duke prekur secilin prej tyre me nderim. Lotët rridhnin lirshëm tani. Kjo është e pabesueshme. Nuk di çfarë të them. Nuk ka nevojë të thuash asgjë akoma, tha Arbeni, zëri i tij duke u dridhur. Sepse ende nuk kam mbaruar. Ai e udhëhoqi deri te platforma rrethore në qendër. Pietri dhe Marina ishin tashmë të pozicionuar anash, duke mbajtur kuti të vogla që Arbeni ua kishte dhënë më herët. Arbeni mori frym thellë, duke mbledhur gjithë guximin që kishte. Dhe pastaj, aty në mes të atij kopshti të transformuar, i rrethuar nga krijimet e Julianës të ndriçuara si yje, ai u gjunjëzua. Juliana lëshoi një tingull mes një dënese dhe një klithme të mbytur. Këmbët i dridheshin dhe ajo vuri duart mbi supet e Arbenit për t'u mbajtur. Juliana, filloi ai, dhe zëri i tij tani ishte i qëndrueshëm, i ngarkuar me emocion por i qartë, disa muaj më parë, i bëra një premtim babait tim. Një premtim që nuk e kuptoja plotësisht në atë kohë.
Ai më kërkoi të dilja nga kulla ime e fildisht, të njihja botën e vërtet, të lidhesha me njerëz të vërtet. Dhe pastaj ti u shfaqe në jetën time. Ti dhe këta 2 fëmijë të mrekullueshëm. Dhe gjithçka ndryshoi. Ai bëri një pauzë, duke e parë me një intensitet që bënte zemrën e Julianës të rrite me shpejtësi. Ti më mësove se çfarë ka vërtet rëndësi në jetë. Më mësove se pasuria nuk është në prona apo llogari bankare, por në momente të përbashkëta, në të qeshura të sinqerta, në përqafime të ngushta. Ti i solle jetë kësaj shtëpie bosh. Më solle jetë mua. Dhe unë nuk dua që ti të largohesh. Kur? Arbeni nxori kutinë e parë nga xhepi dhe e hapi, duke zbuluar një unaz elegante prej ari të bardhë me diamante të vegjël të ngulitur. Juliana, a pranon të martohesh me mua? Jo sepse ke nevojë, jo për mirënjohje apo detyrim, por sepse muajt e fundit kam rënë në dashuri me ty, me forcën tënde, me dinjitetin tënd, me dashurinë tënde të pakushtëzuar për fëmijët e tu, me mënyrën se si ti sheh bukuri aty ku të tjerët shohin vetëm copë. Të dua Juliana. Të dua me të vërtetë. Dhe dua të kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke ta provuar këtë çdo ditë. Juliana nuk mund të fliste. Lotët ishin aq shumë sa që i mjegullonin shikimin. Ajo thjesht tundi kokën furishëm, duke përsëritur po me zë të ulët pa pushim. Arbeni i vuri unazën në gisht me duar të dridhura. Pastaj u kthye nga fëmijët. Pjetër, Marina, e jani këtu ju lutem. Fëmijët u afruan, syt gjithashtu duke shkëlqyer nga lotët. Arbeni mori kutit që ata mbanin dhe i hapi, duke zbuluar 2 unaza më të vogla, të përshtatshme për fëmijë, secila me një gur të vogël me ngjyrë në qendër. Pjetër, Marina, tha Arbeni duke parë se cilin prej tyre, nuk po i kërkoj vetëm nënës suaj të martohet me mua. Po kërkoj leje për të qenë pjesë e kësaj familjeje. Për të qenë babai që ju meritoni të keni. Për të qenë pranë jush në të gjitha shfaqjet e shkollës, në të gjitha përqafimet kur të jeni të trishtuar, në të gjitha fitoret kur të jeni të lumtur. Po kërkoj të jemi një familje e vërtetë. A pranoni? Marina nuk priti asnjë sekondë. Ajo u hodh në krahët e Arbenit, gati duke e rrëzuar, duke bërtitur po, dua që ti të jesh babi im. Arbeni e mbajti fort, duke fshehur fytyrën në flokët e vajzës, ndërsa përpiqej të kontrollonte lotët e tij. I vuri unazën e vogël në gisht dhe ajo e ekzaminoi me magjepsje. Pietri u afrua më ngadalë, por emocioni në fytyrën e tij ishte i njëjtë. Buza e tij e poshtme dridhej kur foli. Ne kur nuk kemi pasur një baba të vërtetë. Por nëse do të kishim, do të doja të ishte si ju Xhaxhi Arben. Si ju. Arbeni e përqafoi edhe djalin dhe pastaj i vuri unazën në gisht. Pastaj të katërt qëndruan aty, të përqafuar në mes të atij kopshti magjik, duke qarë dhe duke qeshur në të njëjtën kohë, një familje më në fund e plodh. Kur më në fund u ndan, Juliana i mbajti fytyrën Arbenit mes duarve. Edhe unë të dua, tha ajo. Kisha kaq frikë ta pranoja, frikë se mos isha gabim, frikë se mos shkatëroja gjithçka. Por unë të dua Arben. E dua mënyrën se si kujdesesh për fëmijët e mi sikur të ishin të tullë. E dua mënyrën se si beson tek unë kur as unë vetë nuk besoja. E dua personin që je, jo parat që ke. Vetëm ty. Arbeni e puthi atëherë, një puthje e butë por plot premtim, të ardhme, dashuri të vërtetë. Fëmijët duartrokitën dhe bërtitën, dhe tingulli i të qeshurave të tyre mbushi kopshtin e transformuar. Dado lulja u shfaq në derën e pasme, gjithashtu me lot në sy, duke njoftuar se darka ishte gati. Ajo kishte përgatitur një darkë të plot krishtlindjesh, duke e ditur propozimin e Arbenit. Gjel deti i pjekur, përshesh, oriz me rush të thatë, proshut, sallata me ngjyra, revani, gjithçka perfekte. Ata darkuan atë natë si një familje. Biseduan, qeshën, treguan histori, bën plane për të ardhmen. Arbeni zbuloi se kishte rezervuar një udhëtim për të gjithë për të shkuar në plazh në janar. Marina bërtiti e emocionuar, pasi nuk kishte qenë kurrë në det më parë. Pietri pyeti nëse mund të ndërtonin kështjella rëre dhe Arbeni premtoi se do të ndërtonin kështjellën më të madhe që plazhi kishte parë ndonjëherë. Pas darkës, shkuan në dhomën e ndenjes ku një pemë gjigante krishtlindjesh ishte zbukuruar me stoli të arta dhe të argjenta. Në pemë, pirgje dhurata shprisnin. Arbeni i kishte blerë me kujdes, duke menduar për secilin person specifikisht.
Për Marinën, përveç kukullave dhe lojrave, kishte një set të plot materialesh arti, bojra, penela, fletore vizatimi. Për Pietrin, përveç librave dhe lojrave kompjuterike, kishte një teleskop të vogël por funksional, që ai të mund të eksploronte kureshtjen e tij për universin. Për Julianën, përveç makinës profesionale të qëndisjes që ai e kishte porositur muaj më parë, kishte një bijuteri delikate, një gjerdan me një varse në formë fije dhe gjilpëre të ndërthurura, një simbol diskret por i fuqishëm i asaj që ajo përfaqësonte. Fëmijët i hapën dhuratat me një entuziazëm që ia ngrohte zemrën Arbenit. Të shihte lumturinë e pastër në fytyrat e tyre vlente më shumë se çdo biznes që ai kishte mbyllur ndonjëherë. Juliana qau kur pa gjerdanin, duke e vënë menjëherë dhe duke premtuar se nuk do ta hiqte kurrë. Edhe unë kam diçka për ty, tha ajo me ndrojtje. Nuk është shumë, nuk munda të blej asgjë të shtrenjtë, por e bëra me dashuri. Ajo vrapoi për të marrë dhuratën dhe u kthye me një pako të mbështjellë me kujdes. Arbeni e hapi dhe gjeti një këmishë të bërë me porosi, të qepur me dorë nga Juliana. Copa ishte e një cilësie të jashtëzakonshme, në një nuancë blu të errët që do të kombinohej në mënyrë perfekte me sytë e tij. Por ajo që e preku më shumë ishte xhepi i brendshëm ku Juliana kishte qëndisur në mënyrë diskrete diçka. Ai lexoi fjalët e qëndisura dhe ndjeu lotët t'i ktheheshin. Për Arbenin, me dashuri të përjetshme, Juliana. Është perfekte, tha ai me zë të mbytur. Është gjëja më perfekte që kam marrë ndonjëherë. Atë natë, pasi fëmijët më në fund fjetën, të raskapitur nga kaq shumë emocione, Arbeni dhe Juliana qëndruan në balkon duke parë yjet. Ajo ishte strukur në krahët e tij, koka e mbështetur në gjoksin e tij, duke dëgjuar rrahjet e zemrës së tij. Kur nuk e kam imagjinuar se jeta ime do të bëhej kështu, tha Juliana me zë të ulët. 6 muaj më parë isha në rrugë me fëmijët e mi, pa e ditur nëse do të kishim ushqim ditën tjetër. Dhe tani, jam e fejuar me njeriun më të mrekullueshëm që kam njohur ndonjëherë, puna ime po lulëzon, fëmijët e mi janë të shëndetshëm dhe të lumtur. Duket si një ëndër. Nuk është një ëndër, tha Arbeni duke i puthur majën e kokës. Është e vërtetë. Po aq e vërtetë sa dashuria që ndjej për ty. A mendon se baba yt do të ishte krenar? Pyeti ajo. Për njeriun që je bërë? Arbeni mendoi për pyetjen, duke kujtuar fjalët e fundit të babait, premtimin që kishte bërë. Mendoi se po. Ai donte që unë të gjeja një qëllim, të lidhesha me botën e vërtetë. Dhe ti ma dhe këtë. Më dhe një familje, më dhe dashuri, më dhe një arsye për të zgjuar çdo ditë me padurim për atë që do të vijë. Kështu që po, mendoj se ai do të ishte krenar. Ata qëndruan aty për orë të tëra, thjesht duke shijuar praninë e njëri tjetrit, duke bërë plane për dasmën, për të ardhmen, për jetën që do të ndërtonin së bashku. Vendosën të martoheshin në pramber, në një ceremoni të vogël dhe intime në kopshtin e shtëpisë, të njëjtin kopsht ku Arbeni i kishte bërë propozimin. Pietri do të ishte shoqëruesi i dhëndrit, Marina shoqëruesja e nusës. Do të ishte perfekte. Në muajt që pasuan, jeta e asaj familjeje të sapo formuar lulëzoi në mënyra që asnjëri prej tyre nuk do ta kishte imagjinuar të mundur. Juliana vazhdoi të lulëzonte profesionalisht. Koleksioni i saj për butikun e rrugës Ibrahim Rugova ishte një sukses absolut, duke ushitur i gjithi në 3 ditë. Revistat e modës filluan të kërkonin intervista. Ajo po njihej jo vetëm si një robaqepse e talentuar, por si një artiste, një stiliste me zërin dhe stilin e saj unik. Arbeni, i frymëzuar nga transformimi i Julianës, filloi të përdorte pasurinë dhe ndikimin e tij në mënyra më domethënëse. Krijoi një fond mbështetës për gratë në situatë të vështirë që donin të ndërmerrnin. Ndihmoi në ndërtimin e strehimoreve me kushte dinjitoze për familjet pa strehe. Zbuloi se të përdorte burimet e tij për të transformuar jetë ishte pafundësisht më e kënaqshme se sa thjesht të grumbullonte më shumë prona. Pietri vazhdoi të shkëlqente në shkollë, besimi i tij rritej çdo ditë. Ai kishte një baba tani, dikë që e merrte nga shkolla, që shikonte prezantimet e tij, që e mësonte për jetën. Marina, plotësisht e rikuperuar, ishte një vajzë e vogël vibrante dhe plot energji, që e thërriste Arbenin babi pa asnjë hezitim, dhe sa herë që e bënte, zemra e tij ngrohej. Premtimi që Arbeni i kishte bërë babait të tij në atë shtrat spitali ishte përmbushur në një mënyrë që të i kalonte çdo pritshmëri. Ai kishte dalë nga kulla e tij e fildish. Kishte njohur botën e vërtetë, njerëzit e vërtetë, jetën e vërtetë. Dhe në proces, kishte gjetur jetën e tij.
Kishte gjetur dashuri, familje, qëllim. Historia e Arbenit dhe Julianës nuk ishte një përrallë në kuptimin tradicional. Nuk kishte princa të përsosur apo princesha të pambrojtura. Ishte historia e dy njerëzve të thyrë në mënyra të ndryshme që u takuan në momentin e duhur, që e ndihmuan njëri tjetrin të rindërtoheshin, që zgjodhen të krijonin së bashku diçka më të fortë se shuma e pjesëve të tyre individuale. Ishte historia e një familjeje të formuar jo nga gjaku, por nga zgjedhja, nga dashuria, nga angazhimi i ndërsjellë për të qenë të pranishëm në ditët e mira dhe në ditët e këqija. Ishte historia e shanseve të dyta, e rinisjeve, e besimit në mirësinë njerëzore në një botë që shpesh duket e egër. Ishte prova se një moment i vetëm dhe mshurie, një vendim i vetëm për të shtrirë dorën në vend që të ktheje kokën, mund të ndryshojë jetën në mënyra të paimagjinueshme. Dhe ndërsa ajo familje festonte Krishtlindjet e para së bashku, ndërsa dritat e kopshtit shkëlqenin butësisht dhe yjet vëzhgonin nga lart, një gjë ishte e qartë. Zbrazëtia që ndjente Arbeni ishte mbushur. Lufta që bënte Juliana kishte përfunduar me fitore. Dhe 4 njerëz që ishin të huaj muaj më parë tani ishin një familje e bashkuar nga lidhja më e fortë, dashuria e zgjedhur, e ndërtuar ditë pas dite, moment pas momenti, derisa u bë e pathyeshme. Vila në blok që dikur ishte një mauzole heshtjeje tani ishte një shtëpi plot zëra, të qeshura, debate të herpashershme, pajtime të ngrohta, darka të zhurmshme, përqafime të ngushta dhe dashuri të pakushtëzuar. Ishte pikërisht ajo që duhej të ishte. Ishte pikërisht aty ku të gjithë ata i përkisnin. Së bashku.